Ekziston një lloj dhimbjeje që nuk të lë gjurmë në trup, nuk të thyen asnjë kock, nuk të derdh asnjë pikë gjaku, por të shkatron nga brenda me një forcë aq të egër sa që pyetesh si është e mundur të mbijetosh pas saj. Është dhimbja e nënës që zgjat duart dhe nuk gjen fëmijën e vet. Është dhimbja e babait që dëgjon emrin e djalit të tij dhe nuk ka ku ta kthej kokën. Është dhimbja e zbrazëtirës absolute, kur shtëpia mbetet e njëjtë, rrugët mbeten të njëjta, por ajo që i jepte kuptim gjithçkaje ka zhdukur. Para se të fillojmë me historinë, ju lutem bëni like videon, subscribe kanalin dhe komento. Kjo nuk është një histori e shpikur, kjo nuk është skenar filmi. Kjo është jeta e vërtetë e një familje shqiptare që jetoi çdo moment të kësaj ferri me trup dhe shpirt. Para se të vazhdojmë, dua t'ju pyes diçka. Çfarë do të bënit ju nëse nesër dikush do t'ju merrte fëmijët, nëse do të zgjoheshit dhe shtëpia juaj do të ishte bosh? Shkruani në komente. Dua ta di mendimin tuaj, sepse kjo histori nuk na takon vetëm neve, na takon të gjithëve që kemi zemër dhe kemi dikë që e duam mbi çdo gjë. Tani le të fillojmë. Familja Berisha, dhe kjo emër do ta ndryshojmë pak për të ruajtur intimitetin e tyre, edhe pse historia është plotësisht e vërtetë. Erdhi në Gjermani me valixhe të lehta dhe shpresa të rënda. Si shumë familje shqiptare, ata kishin lënë pas një botë që nuk u kishte dhënë gjithçka që kishin ëndërruar. Kishin lënë shtëpinë, kishin lënë fqinjët, kishin lënë varrezat e të pardhe. Kishin marrë me vete vetëm ato gjëra që nuk i ka pesha dhe nuk mund t'i humbasësh në ndonjë kontroll e kufiri: dashurinë, shpresën dhe vendosmërinë për të ndërtuar diçka të re. Arieta dhe Blerim kishin 3 fëmijë. Erjoni kishte 7 vjeç kur hyn në Gjermani, fëmia i madh, ai me sy si qielli e pasdites, me gishta të gjatë dhe kuriozitet të pafund. Gjithçka e habitej, gjithçka e interesonte, gjithçka e pyeste 2 herë, 3 herë, derisa të kuptonte plotësisht. Pastaj ishte Mirela, 5 vjeçe, vajza e mesme, me flokë të zeza dhe buzëqeshje që e ndriçonte dhomën, dhe Dritani, ai i vogli, 3 vjeçar, ai që ende nuk e kishte mësuar tamam të vraponte, por e kishte mësuar mirë të qeshte. 3 fëmijë, 3 zemra, 3 arsye për të vazhduar kur gjithçka dukej pa kuptim. Gjermania nuk ishte ç'kishin imagjinuar. Asnjëherë nuk është. Ka një hendek të madh midis asaj që dëgjon nga të tjerët dhe asaj që gjen kur arrin vet. Ata e dinin se do t'i ishte e vështirë. E kishin menduar natën vonë, kur fëmijët flinin dhe ata uleshin pranë njëri tjetrit në kuzhinë dhe flisnin me zë të ulët, si njerëz që planifikojnë diçka të rëndësishme. Por e vështira e menduar dhe e vështira e jetuar janë 2 gjëra krejtësisht të ndryshme. Gjuha ishte muri i parë. Gjermanishtja nuk i ngjante asnjë gjuhe që kishin dëgjuar ndonjëherë. Ishte e ashpër dhe e sakt, me rregulla si ato të matematikës dhe me fjali që të ngatëronin sa herë mendoje se po i kuptone. Arieta e kishte studiuar pak para se të vinin, disa fjalë bazë, disa fraza të nevojshme, por gjuha e librit dhe gjuha e rrugës, e zyrës, e klinikës, e shkollës janë botë krejtësisht të ndryshme. Blerim punonte, gjeti punë si shumë emigrant, punë të rënda, punë që të konsumonin shpinën dhe duart, punë ku nuk pyesnin shumë nga vjedhe si quhesh, por shikonin vetëm nëse je gati të bësh atë që të thonë. Ai ishte gati, ai kishte qenë gjithmonë gati, kishte rritur me idenë se puna nuk turpëron, se dinjiteti i njeriut nuk matet nga cili pozicion mban, por sa fort e mban atë pozicion. Arieta kujdesej për fëmijët. Çonte Erionin dhe Mirelën në shkollë çdo mëngjes, mbante Dritanin me vete gjatë ditës, mundohej të kuptonte letrat dhe notimet që vinin në kuti postare, mundohej të ndërtonte një farë rrjeti të vogël socialësh, njerëz nga komuniteti shqiptar, ndonjë fqinje miqësore, dikush që mund t'i ndihmonte kur nuk kuptonte gjuhën. Dukej gjithçka e vështirë, por dukej e menaxhueshme, dukej si diçka nga e cila mund të dalësh. Por pastaj erdhi ajo ditë. Ajo ditë që Arieta thot se e ka shikuar mijëra herë në ëndër, jo si ëndër, por si makëth, dhe çdo herë zgjohet e djersute, me zemrën duke rrahur si t'kishte vrapuar. Ishte një mëngjes i zakonshëm, apo duke i zakonshëm. Kishte diell, kujtoi më vonë, kishte diell dhe qielli ishte i pastër,
dhe kjo gjëja e vogël, e parëndësishme, e kishte vullosur në kujtesë. Si mund të ketë pasur diell atë ditë? Si mund ta ketë lejuar qielli të ishte kaq i pastër kur bota po shembej? Dikush trokiti në derë. Nuk ishte mënyrë e zakonshme, mënyrë fqinjësh apo postieri, ishte një trokitje e fortë, e qëllimshme, të asaj llojit që të ngrin gjakun para se të hapni derën. Arieta hapi dhe gjeti para vetes 2 gra dhe një burr, të veshur civil, me karta identiteti dhe me fytyra neutrale si faqe bosh. Pas tyre, pak mbrapa, 2 agent policie. Thanë se ishin nga Jugendamt, zyra gjermane për mbrojtjen e fëmijëve. Thanë se kishin raport, thanë se kishte ankesë, thanë shumë gjëra, shumë shpejt, me gjermanishten e tyre zyrtare dhe të pastër, dhe Arieta qëndronte atje, në pragje të shtëpisë vet dhe kuptonte vetëm fragmente. Fëmijë, rrezik, raporti, vendim. Nuk e kuptoi atëherë çfarë po ndodhte. Mendoi se ishte me kuptim, mendoi se kishte gabim, mendoi, dhe kjo mendime ka ndjekur vite me radhë, se nëse do të fliste mjaftueshëm, nëse do të shpjegonte mjaftueshëm, nëse do të tregonte sa i donte fëmijët e saj, gjithçka do të rregullohej. Por gjithçka nuk u rregullua. Ata hyn brende, kontrolluan shtëpinë, folën me Erionin dhe Mirelën, dritanin e morën në krah me një mënyrë profesionale, pa emocion, si njerëz që e kanë bërë këtë gjë shumë herë, dhe pastaj me një efikasitet të ftohtë që të çoptonte shpirtin, i morën të 3 fëmijët. Arieta bërtiti, ky zë, ai zë i saj, ka mbetur i ngulitur brenda saj si plag, bërtiti me atë lloj zëri që nuk del nga mushkrit, por nga thellësia e stomakut, nga ai vend ku mban gjithçka që të kushton. Shtrëngoi krahët e Mirelas dhe gruaja e Jugendamtit i zgjidhte duart, but, por me forcë, me ato duart të stërvitura për të ndeshur me situata të tilla. Mirela qante. Erioni qëndronte i ngurt, i çarmatosur nga konfuzioni. 7-vjeçari me sytë e hapur gjerë, duke parë nënën e tij që bërtiste dhe nuk kuptonte pse nuk mund të shkonte tek ajo. Dritani, i vogli Dritani, 3-vjeçari, nuk e kuptonte fare çfarë po ndodhte, por qante sepse qante nëna e tij, dhe kur qan nëna, bota bëhet e frikshme dhe e panjohur. Dalën nga dera, hipën në makinë. Makina u largua. Dhe Arieta qëndroi në pragun e shtëpisë bosh, me duart ende të shtrira, me gojën ende të hapur, dhe dëgjoi zërat e fëmijëve të saj duke u larguar derisa u bën asgjë. Blerim ishte në punë. Mori telefonin e gruas dhe nuk kuptoi asgjë nga ajo që i tha, sepse fjalia e parë që nxori Arieta nuk ishte fjalë, ishte vetëm një zhurmë, ato lloj zhurmeje që bën një njeri kur diçka i ka thyer brenda. Ai u lëshua nga puna atë çast. Erdhi me vrap dhe gjeti shtëpinë e tij bosh, gruan e tij të ulur në dysheme dhe asnjë shenjë të 3 fëmijëve të tij. Atë natë, asnjë prej tyre nuk fjeti. Ulën të dy, duke mbajtur njëri tjetrin dhe duke mos folur shumë sepse nuk kishte fjalë të mjaftueshme. Dhe nga ajo natë, jeta e tyre u nda në 2 periudha, para dhe pas. Ka një lloj tmerri të veçantë në mosnjohje. Jo tmerri e rrezikut të njohur, jo ai tmerri natyrshëm njerëzor që të bën të vraposh kur sheh rrezikun, por tmerri i darkës, kur nuk di nga t'ja fillosh, kur çdo shteg duket i mbyllur dhe çdo derë duket e zënë nga brenda. Ky tmerr ka emër, dhe ai emër është pafuqia. Arieta dhe Blerim u ndodhën brenda natës në mes të një sistemi që nuk e kuptonin. Sistemi gjerman i mbrojtjes sociale, Jugendamt, është një nga më të fuqishmit në botë. Ai ka autoritetin ligjor për të hequr fëmijët nga familjet kur vlerëson se ata janë në rrezik. Vendimi është i menjëhershëm dhe i zbatueshëm menjëherë. Nuk ka apele të shpejta, nuk ka rrugë të shkurtra. Por familja Berisha nuk e dinte këtë. Ata dinin vetëm se fëmijët e tyre kishin dalë nga shtëpia dhe nuk i kuptonin pse. Dita e parë pas marrjes u kalua në telashe të menjëhershme. Ku ishin fëmijët, si mund t'i shikonin, çfarë ishte akuza. Blerim gjeti dikë nga komuniteti shqiptar, një burr që kishte jetuar disa vjet në Gjermani dhe e fliste gjermanishten, dhe ai e shoqëroi në zyrën e Jugendamtit. Zyra ishte e pastër dhe organizuar me atë precizion gjerman që të bën të ndihesh njëkohësisht i sigurt dhe i friksuar. Selia ishte plot dosje, me raporte, me procedura. Gruaja që i priti, e moshuar, me syze dhe me zë të qetë profesional, u a shpjegoi situatën me një ton aq neutral sa duke i pothuajse surreale.
Ishte raportuar se fëmijët jetonin në kushte të papërshtatshme. Ishte raportuar se ata nuk ishin të kujdesur siç duhet. Ishte raportuar, dhe kjo pjesë i goditi Arietën si grusht, se nëna nuk ishte e aftë të kujdesej. E aftë, si fjalë, si nën shqiptare që kujdesej për 3 fëmijë vet, që gatuante, pastronte, çonte tek shkolla, ndihmonte me detyrat, mbronte nga të ftohtin e dimrit gjerman. E aftë ishte fjala me të cilën e vlerësonin. Por Blerimi e mbajti veten. Pyeti, kush e kishte bërë raportin? Ju tha se nuk mund ta dinin. Pyeti, cilat ishin kushtet e papërshtatshme? Ju dhan disa pika të vagta: mjedis stresues, shqetësimi fëmijëve, komunikimi pamjaftueshëm nga ana e prindërve. Pyeti, çfarë duhej bër? Ju tha se kishte një procedurë, kishte hapa, kishte gjykat. Gjykat, fjalë ftohtë, fjalë rënd, fjalë që nënkuptonte muaj, ndoshta vite, ndoshta asgjë e sigurt. Dolën nga zyra dhe Blerimi mori dorën e Arietës. Duart e tij dridheshin, jo nga frika, por nga atë tension që grumbullohet kur mban gjithçka brenda dhe nuk lejon të shpëtojë. Arieta e kuptoi, e njihte dritëzinën e tij, e njihte shenjat e furtunës që mbante brenda. Kishin nevojë për avokat, kishin nevojë për dikë që e kuptonte sistemin, kishin nevojë, dhe kjo ishte gjëja e parë e qartë midis çdo gjëje të paqartë, për ndihmë. Por ndihma nuk erdhi lehtë. Avokati i parë që gjetën, nëpërmjet komunitetit shqiptar, nëpërmjet telefonatave të vona dhe rekomandimeve të ngurta, ishte i mirë si njeri, por i pakujdesshëm si profesionist. Nuk e lexonte dosjen me kujdes, vonohej në takime, nuk ju shpjegonte çfarë po ndodhte. Merrnin njoftime zyrtare gjermane dhe duhet i bënin fotografi dhe t'ia dërgonin avokatit me mesazh dhe të prisnin, të prisnin, të prisnin. Ndërkohë, fëmijët ishin në kujdestari, kishin të drejtë vizitash, vizita të kufizuara, në nënvikqyrje, në ambiente zyrtare. 2 herë në javë, 2 orë secila herë. Kjo ishte e gjitha lidhja e tyre me 3 fëmijët e tyre. Imagjinoni këtë, 2 orë, 2 herë në javë, një dhomë me dritare dhe me mbikëqyrse që shënjon çdo gjë. Fëmijët tuaj nuk mund t'i shtrëngoni siç duhet, sepse rregullat janë aty. Nuk mund t'i çoni askund, sepse kufiri i dhomës është kufiri juaj. Erioni, tani 8 vjeçari, tani edhe më i konfuzuar se kurrë, ju pyet me atë zënë të kujdesshëm fëmijësh: kur do të vim shtëpinë? Dhe ju nuk dini çfarë i thuani. Çfarë thuash? I thuash të vërtetën? Nuk dim. I thuash gënjeshtrën? Shpejt? I thuash diçka në mes? Po punojmë. Arieta mori vendimin që i thoshte të vërtetën, por me fjalë fëmijësh. Po punojmë të vim bashkë sërisht, po luftojmë, ju duam shumë. Dhe Erioni e kuptonte, sepse ai kishte ato sy që kuptojnë shumë, dhe e priste me atë durim tragjik të fëmijëve që kanë mësuar të hajnë dhimbjen. Mirela nuk fliste shumë gjatë vizitave. Ulej pranë nënës dhe mbante dorën e saj me 2 duar, si të kishte frikë se po t'i lëshonte do të humbte sërisht. Her pas here e pyete: "Nën, pse nuk mund të rrim me ty?" Dhe Arieta i thoshte me atë zë të kontrolluar, me atë forcë, të gjetur diku nga thellësia e tyre. Sepse disa njerëz mendojmë se s'jam kujdesur mirë për ju, por ne po tregojmë se e kemi gabim dhe do të rrim bashk. Dritani ishte i vogël, 3 vjeçari ende nuk kuptonte shumë, por kuptonte fytyrën e nënës, kuptonte krahët e saj, dhe çdo fund vizite, bërtiste me atë zë të vogël, të prerë, plot spastrim. Nën, nën! Dhe duhej ta mbante ndokush, derisa Arieta të dilte nga dhoma, sepse ndryshe asnjëra nuk do të ikte. Ato fundore vizitash ishin tortura e saj e rregullt. Kthehej shtëpi pas çdo vizite dhe ndihej bosh, jo e trishtuar, e trishtim ti është luksi atyre që kanë ende diçka. Ndihej bosh si enë zbrazur, si dhomë pa mobilje, si fjalim pa fjalë. Dhe pastaj, duhej të fillonte sërisht. E-mailet, letrat, avokati, procedurat, hapat e ardhshëm. Blerim punonte gjatë ditës dhe luftonte gjatë natës. Sa po mbyllte syt, shihte fytyrën e Erionit, shihte duart e Mirelas, dëgjonte zërin e Dritanit. Punonësi i tij e vuri re se diçka ishte ndryshuar. Ishte bërë i heshtur, i përqendruar në mënyrë të tensionuar, si njeri ngarkuar me diçka që nuk mund ta lëshoj.
nuk i tha askujt çfarë po ndodhte. Dinjiteti i njeriut shqiptar, ajo mënyrë e lashtë e mbylljes pas mureve, kur rrëfimi do të coptonte, e mbajti të heshtur. Por heshtja ka çmim. Çmimi paguhet natën, paguhet me sy hapur para tavanit, paguhet me ato mendime që vinë kur tjerët flenë, dhe ti je i vetëm me veten. Komunikimet me sistemin gjerman vazhdonin. Çdo javë kishte diçka, ndonjë letër, ndonjë njoftim, ndonjë takim zyrtar. Gjuha mbeti muri i madh. Edhe mendimin e avokatit dhe interpretuese kishte gjëra që humbisnin në përkthim, jo vetëm fjalë, por nuanca, kontekst, intens. Sistemi gjerman fliste me gjuhën e rregullave, dhe Arieta e Blerim flisnin me gjuhën e zemrës, dhe këto dy gjuhë nuk gjykoheshin gjithmonë. Ishte pikërisht kjo mos përputhje mes procedurës dhe dhimbjes njerëzore që do ta nxiste luftën e tyre të gjatë. Pyetja që nuk kishin pasur guxim ta bënin me zë të lartë, pyetja që kishte jetuar si gëzhoj brenda tyre që nga dita e parë, doli një ditë në mënyrë aksidentale. Nëpërmjet avokatin, nëpërmjet një procedure formale, ata mësuam se raporti kishte ardhur nga fqinja e sipërme, një grua gjermane e moshës së mesme, e cila kishin pasur mosmarrveshje me të disa muaj më parë, mosmarrveshje e vogël, e zakonshme, lidhur me zhurmën gjatë natës, kur Dritani qante. Dritani kishte qenë i sëmur, fëmijët e vegjël sëmuren dhe qajnë natën. Kjo është fakti i thjesht biologjik i brezit njerëzor, por fqinja kishte trokitur, kishte folur me ashpërsi, kishte bërë gjeste që Arieta i kishte kuptuar edhe pa gjuhë dhe kishte shkuar poshtë me inat. Kaq kishte qenë fara e tërë kësaj tmerri. Nuk ishte raporti ndonjë mjeku, ndonjë mësuesi, ndonjë profesionisti me dëshmi. Ishte fjala e fqinjes me inat. Kishte shkuar dhe kishte raportuar se fëmijët po kiq trajtoheshin, se flitej me zë shumë të lartë, se fëmijët qanin shumë. Dhe sistemi gjerman, i konstruktuar me goxha kujdes dhe me goxha humanizëm, kishte vepruar sipas procedurës, kishte marrë raportin, e vlerësuar, kishte vendosur të ndryhynte. Arieta kur mësoi këtë, u ndal dhe nuk mund të fliste për disa minuta. Blerim shikonte nga dritarja dhe gushtat i kishte të shtrënguara pranë trupit. Avokati, ndoshta e mësuar me reagime të tilla, priste në heshtje. Pastaj Arieta tha me zë të qetë, me atë qetësi të rrezikshme që të frikson më shumë se klicmat. Ishte fqinja? Avokati pohoi. Ato raporte janë konfidenciale zakonisht, por nëpërmjet procedurës son ligjore, arritëm të kuptojmë origjinën. Ishte fqinja, përsëriti Arieta, si jo për avokatin, por për veten e saj, si për ta fiksuar të qartë në mendjen e saj këtë fakt absurd. Blerim u kthye nga dritarja, kishte diçka në fytyrën e tij, jo zemërim, jo trishtim, por ai shprehje e njeriut që ka kuptuar diçka thelbësor, dhe ai kuptim e ka bërë edhe më të vendosur. Tani çfarë? Pyeti Blerim. Avokati shpjegoi. Edhe nëse raporti ishte bazuar mbi keqmadhja ose gabim, sistemi kishte të drejtën ligjore të veprojë sa kohë kishte shqetësim në mirëqenien e fëmijëve. Dhe tani, meqense çështja kishte hyrë në sistem, duhej të ndiqte rrugën e sistemit. Duhej të demonstrohej se fëmijët ishin të sigurt, se prindrit ishin të aftë, se ambiente familjare ishte shëndetshme. Ky demonstrim do të merrte kohë, dhe kohën e diktonte sistemi, jo familja. Por ky momenti i zbulimit të origjinës së raportit, kishte një efekt dyfisht. Nga njëra anë, u dha Arietës dhe Blerimit diçka që kishin munguar, qartësi. Tani e dinin kundër çfarë po luftonin. Nuk ishte abstraksione, nuk ishte ndonjë dëm i panjohur, ishte keqmadhja e njeriut konkret, ishte padrejtësi e qartë, dhe kundër padrejtësisë së qartë mund të luftohej. Nga ana tjetër, ky zbulim solli diçka edhe më të rëndë, kuptimin se sistemi kishte vepruar pa e hetuar mjaftueshëm, pa e verifikuar raportin, pa e vënë në dyshim motivin e raportuesit. Kishte vepruar shpejt, madje shumë shpejt, dhe kjo shpejtësi kishte shkatruar familjen e tyre. Ky kuptim
kuptimi i padrejtësisë institucionale do të bëhej motori i luftës së tyre. Është një gjë shumë e veçantë mëngjezi i parë pas marrjes së fëmijëve. Zgjohesh, nëse ke fjetur fare, dhe për një sekond, atë sekondën e parë pera se mendja rindezet plotësisht, nuk kujton asgjë. Jeton atë sekond të lirë, të pastër, pa dhimbje. Pastaj, kujton. Dhe kjo vale kujtesës, kjo vale të vërtetës, të godet si ujë i ftohtë, bëhet e qartë menjëherë, e plot, e pamëshirshme. Arieta i kishte filluar çdo mëngjes kështu. Hap syt, sekond qetësie, pastaj goditja. Dhe duhej të ngrihej, duhej të vazhdonte sepse ajo ishte vetmja mënyrë për t'i rikthyer fëmijët, të vazhdoje, të luftoje, të ecësh. Por shtëpia kishte ndryshuar. Nuk ishte tinguj mëngjesore të fëmijëve, ato tinguj kaotik, të zhurmshëm, të bukur të mëngjeseve familjare. Zëri i Erionit duke debatuar me Mirelën se kush do të ulej pranë dritares, zëri i Dritanit duke bërtitur gëzo, gëzo, sepse i kishte rënë ndonjë lodër. Nuk kishte ato tinguj, kishte vetëm heshtje. Heshtja ka peshë. Kur heshtja nuk është e zgjedhur, por e imponuar, kur heshtja është shenja e mungesës, ajo ka peshë sigur. Arieta ndjente çdo ditë atë peshë. Dhoma e Erionit mbeti si e kishte lënë. Ajo nuk mund ta prekte. Kishte lodra të shpërndara, kishte lënë gjysmë të luajtura, si fëmijë që presin të kthehen. Kishte një vizatim mbi raft, diçka që kishte bërë në shkollë, nuk e kishte hedhur. Kishte thënë, "Mami, vëre këtu." Arieta e shikonte atë vizatim çdo ditë dhe ndjente atë fjalë, "Mami", si tingull i dhimbshëm. Dhoma e Mirelas kishte atë rregull karakteristik të saj. Mirela kishte qenë gjithmonë e rregullt, çuditërisht e rregullt për moshën e saj. Mësuese si pëlqente shumë për këtë. Dollapët ishin të renditura, librat e saj kishin një renditje të vetën, lodrat kishin vendet e tyre. Arieta hynte aty her pas here dhe thjesht ulej dhe ndigjonte heshtjen. Dritani kishte bërë disa vizatime me stilolaps mbi murin e dhomës së tij. Vizatime fëmijësh, kaotike dhe të dashura. Ato vijat e paqarta që fëmijët i dinë se çfarë janë edhe kur tjerët nuk kuptojnë. Asnjëherë nuk e pastruan atë mur. As Arieta, as Blerimi. U bë memoriali i tij i pastruar. Blerimi kishte marrë zakonin e çuditshëm të uljes në derë të shtëpisë mbrëmjeve, pas kthimit nga puna, para darkës, dhe thjesht shikonte rrugën, siç bënin dikur kur prisnin fëmijët të ktheheshin nga loja. E kishte mbajtur këtë zakon, ndoshta si mënyrë për ta mbajtur veten gati, si mënyrë për të mos e humbur plotësisht atë lidhje mes pritjes dhe kthimit. Komunikimet me fëmijët jashtë vizitave të rregullta ishin shumë të kufizuara. Ndonjëherë, nëpërmjet kujdestarëve, mund të dërgonin letra të shkurtra. Arieta shkruante çdo javë, shkruante letra të gjata, plot ngjyra, plot histori të vogla, plot fjalë dashurie. Nuk dinte nëse i lexonin, nuk dinte si u shpjegoheshin, nuk dinte nëse fëmijët e kuptonin pse nëna e babai shkruanin letra dhe nuk vinin dot fizikisht. Vizitat e fundjavëve, ato 2 orë 2 herë në javë, ishin plotësia e kontaktit të tyre. Arieta çdo vizitë sillte diçka, ndonjë ëmbëlsirë, ndonjë libër të preferuar, ndonjë gjë të vogël nga shtëpia. Mbikëqyreset ndonjëherë e lejonin, ndonjëherë jo, sipas rregullave. Kur nuk lejonin, thjesht mbante gjërat e vogla dhe i shpjegonte fëmijëve me fjalë. Erioni kishte filluar të bënte pyetje konkrete. Kishte arritur moshën kur abstraktet nuk mjaftonin. Ai donte të dinte saktësisht çfarë po ndodhte, çfarë mund të bënin. Arieta i tregonte aq sa mund të tregonte pa e rënduar shumë. I thoshte se po luftonin, se kishin avokat, se kishte gjykat. Erioni dëgjonte me atë seriozitet të fëmijëve që janë detyruar të rriten shpejt. "Gjykata do të na kthej?" pyeti një ditë. "Shpresojmë", tha Arieta, dhe kjo fjalë, "shpresojmë", dukej njëkohësisht e sinqert dhe shumë e brisht. Mirela kishte filluar të tregonte shenja ankthi. Her pas here gjatë vizitave qante pa arsye të qartë, qante me atë mënyrë të fëmijëve kur kanë mbajtur shumë gjatë dhe trupi nuk mban më dot. Kujdestarët kishin raportuar se nuk flinte mirë, se kishte filluar të bënte gabime në shkollë, se ndihej e vetmuar edhe kur ishte me të tjerë. Dritani, i vogli Dritani, filloi të thirrte nën,
jo vetëm ndaj Arietës, por ndaj çdo gruaje të rritur që kujdesej për të. Kjo mënyra se si fëmijët e vogël adaptojnë, si i zhvendosin ndjenjshat kur nuk kanë zgjidhje tjetër, ishte ndoshta gjëja më e dhimbshme për Arietën. Jo sepse Dritani e harroi, ishte shumë i vogël për të harruar në kuptimin e plot të fjalës, por sepse e kuptoi se çdo ditë që kalonte, lidhja me të nënën biologjike bëhej më e vështirë për t'u mbajtur. Fëmijët nuk presin, fëmijët rriten, fëmijët adaptohen, fëmijët gjejnë mënyra të mbijetesës emocionale, dhe ky adaptim, edhe pse i nevojshëm për ta, ishte gjembi vazhdueshëm në zemrën e nënës. Arieta e dinte teorikisht se kjo ndodhte. I kishin shpjeguar psikologët që i takonte her pas here si pjesë e procedurës gjermane, që fëmijët e vogël i ripozicionojnë ngjitjen emocionale kur ndahen nga prindrit. I kishin shpjeguar me gjuhën e profesionistëve, me terminologjinë e tyre të pastër klinike, por njohja teorike nuk shter dhimbjen praktike. Kishte natë kur Arieta ngrihej nga shtrati dhe shkonte në kuzhinë dhe bënte çaj, jo sepse donte çaj, por sepse duart e saj kishin nevojë për diçka të bënin, dhe qëndronte pranë dritares të kuzhinës dhe shikonte qiellin e natës gjerman, atë qiell të njëjtë nën cilin fëmijët e saj flinin diku, nën kujdesin e huaj, në shtretër të huaj, me ëndra që ajo nuk mund t'i shikonte. Her pas here Blerimi e gjente kështu, nuk thoshte shumë. Ulej pranë saj dhe mbante duart e saj. Kjo mjaftonte, ajo prezencë e heshtur, ajo solidaritet pa fjalë. Kur dy njerëz kalojnë diçka aq të madhe, gjuha shpesh nuk duket e mjaftueshme, dhe heshtja e tyre e përbashkët kishte kuptim të plot. Por heshtja e brendshme kishte filluar ta hante gjithashtu. Kishte filluar të kuptonte se nëse ata dy do të thyhen, nëse martesa e tyre do të shpërbëhet nën presionin, atëherë edhe shanset për t'i rikthyer fëmijët do të uleshin. Sistemi gjerman shikonin familjen si njësi, dy prindër të qëndrueshëm, ambient të shëndetshëm, marrëdhënie funksionale mes prindrit. Nëse sistemi do të vinte re tension apo mosmarrveshje mes tyre, do ta shënonte si shqetësim të ri. Kjo presion e dyfisht, presioni i sistemit dhe presioni i dhimbjes personale, kishte mundësinë e tyre e shpërbërjes, dhe ata e dinin. Flisnin hapur rreth kësaj, një nga gjërat e pakta që i ruajti, të flisnin hapur mes tyre kur gjithçka jashtë ishte e mbyllur. Nuk guxojmë të thyhemi, i kishte thënë një herë Blerim, jo tani. Pas kur t'i kthejmë mund të qajmë çdo gjë, por tani duhet të qëndrojmë. Dhe qëndronin, jo pa dhimbje, jo pa kosto, por qëndronin. Avokati i parë u la pas disa muajsh. Vendimi nuk ishte i lehtë, kishte kosto financiare, kishte humbje kohe me ndrimin, kishte stres shtesë, por kishte ardhur momenti kur ishte e qartë se ai nuk po i shërbente çështjes si duhet. Nëpërmjet rrjetit të zgjeruar të komunitetit, dhe kjo rrjet, ky komunitet shqiptar i shpërndar nëpër Gjermani, do dalë si heroi i heshtur i kësaj historie, gjetën avokaten e re. Do ta quajmë Sabine, gjermane, e mesme e moshës, me përvojë të gjatë në të drejtën familjare dhe çështjet e Jugendamit. Sabine ishte ndryshe. E para gjë që bëri ishte të lexonte gjithë dosjen, gjithçka, çdo faqe, çdo raport, çdo njoftim. E lexoj me kujdes dhe me atë lloj vëmendjes profesionale që të bën të ndihesh se dikush e merr seriozisht çështjen tënde. Pastaj takoi Arietën dhe Blerimin dhe u bëri pyetje shumë konkrete, shumë specifike, pyetje për ditët paramarrjes, pyetje për raportuesit, pyetje për gjendjen e fëmijëve, pyetje për gjendjen e tyre financiare dhe sociale. Dëgjoj, kjo ishte ndryshimi i madh. Ajo dëgjonte, jo vetëm pyeste dhe shënonte, por dëgjonte me vëmendje të plot, duke kapur nuancat, duke pyetur kur diçka nuk ishte e qartë, duke ndërtuar pamjen e plot të situatës. Pastaj u tha diçka që asnjëri prej tyre nuk e kishte dëgjuar kaq qartë deri atëherë. Jeni në situatë shumë të vështirë, por situata nuk është e pashpresë. Raporti origjinal ka probleme serioze metodologjike. Jugendamti ka vepruar shpejt, ndoshta shumë shpejt, pa dokumentacion të mjaftueshëm. Ka rrugë ligjore, 2 fjalë, por ato 2 fjalë kishin peshën e gjithë botës për 2 prindër që kishin ndenjur muajsh në errësirë. Sabine shpjegoi strategjinë. Do të kërkonin rishikim të vendimit fillestar dhe do të prezantonin dëshmi të karakterit prindëror, vlerësimet nga shkolla, nga mjeku familjar, nga antar të komunitetit që i njihnin.
Do të kërkonin vlerësim psikologjik të pavarur për të gjithë familjen, jo vetëm vlerësimin e jugendamit, por vlerësim të pavarur, dhe do të ndiqnin me rigorozitet çdo vizit, çdo kontakt, çdo komunikim me fëmijët, duke ndërtuar evidencë të vazhdueshme se lidhja prind-fëmijë ishte e shëndetshme dhe e fortë. Ishte punë e madhe, ishte punë e gjatë, por ishte punë me plan, dhe kjo, plani, ishte ajo që i kishin munguar deri tani. Kishin reaguar ndaj ngjarjeve, kishin ndjekur sistemin si peshku pas rrymës, tani filluan të lëvizin me strategji. Blerimi mori mbi vete mbledhjen e letrave të karakterit, shkoi tek punëdhënësi i tij, ai njeri i heshtur që i kishte vënë re ndryshimin dhe i shpjegoi situatën për herë të parë. Punëdhënësi dëgjoi, u trondit dhe shkroi letër e gjatë, e detajuar, ku fliste për blerimin si punëtor i besueshëm, si njeri me integritet, si baba i dedikuar. Arieta shkoi tek mësuese e Erionit dhe Mirelas. Mësuese i vinin syt me lot kur dëgjoi. E kishte vënë re se fëmijët nuk ishin duke ja dalë mirë në kujdestari, e kishte vënë re ndryshimin. Shkroi letër. Mësuesja e dritanit, e kopshtit ku ishte vënë, shkroi letër tjetër. Mjeku familjar, doktori i tyre i pediatrisë, shkroi letër ku konfirmonte se fëmijët kishin qenë gjithmonë të shëndetshëm, të vaksinuar, të kujdesur mirë dhe se asnjëherë nuk kishte pasur senja keqtrajtimi. Paketa e dëshmive u ndërtua gjatë javëve, çdo letër, çdo dokument, çdo foto e vizitave, gjithçka u përpunua dhe u prezantua me kujdes. Ndërkohë, vlerësimi psikologjik i pavarur solli diçka të rëndësishme. Psikologu i zgjedhur nga Sabine, me reputacion të njohur në çështje të jugendamit, intervistoi Arietën dhe Blerimin veçmas dhe së bashku, intervistoi fëmijët gjatë vizitave, vëzhgoi ndërveprimet. Raporti i tij ishte i qartë. Familja kishte lidhje emocionale shumë të fortë, prindrit shprehnin kompetencë prindërore konsistente, nuk ishte senja abuzimi ose neglizhemi. Ky raport, ky dokument teknik i shkruar nga profesionisti njohur gjerman, ishte guri i kthesës. Salla e gjykatës kishte ata atmosferë të ftohtë institucionale, dritat e bardha, mobiljet e errta, tingujt e shpuar të dosjeve që rrokullisnin. Arieta dhe Blerimi u ulën pranë njëri tjetrit, me Sabinën në mjet dhe antarëve të jugendamit nga ana tjetër e sallës. Ishte hera e parë që Arieta pa në sy njerëzit që i kishin marrë fëmijët, jo si fantazma, jo si zyrtar abstrakt, por si njerëz konkret, me fytyra, me emra. Ata nuk ishin të këqij në kuptimin dramatik të fjalës, ishin profesionistë që kishin ndjekur procedurën, por kjo nuk e bënte dhimbjen më të vogël, ndoshta e bënte edhe më të madhe, sepse ishte kaq banale, kaq rutinë nga ana e tyre. Gjykatësi lexoi çështjen. Sabine prezantoi argumentet me qartësi, me evidencë, me atë forcë të qetë profesionale që bënte argumentet të dukeshin si fakte absolute. Paraqiti raportin psikologjik të pavarur, paraqiti letrat e karakterit, paraqiti kronologjinë e vizitave dhe ndërveprimeve, me notat dhe vëzhgimet. Jugendamti prezantoi pozicionin e vet, mbajti qëndrimin se kishin vepruar sipas procedurave dhe me interesin e fëmijëve në ball, por ndër presionin e evidencave, pozicioni i tyre filloi të tregonte çarje. Seanca zgjati gjatë, kishte pushime, kishte diskutime procedurale, kishte momente kur gjuha ligjore e bënte të pamundur të kuptoni drejt për drejt çfarë po ndodhte. Sabina e shpjegonte gjatë pushimeve, me atë falje të shpejtë, të ulët, si mjeku para operacionit. Në fund të ditës, gjykatësi nuk dha vendim final. Gjermanët janë preciz dhe gjykata nevojitej kohë, por dha njoftim paraprak. Rrethanat e çështjes kërkonin rishikim të plotë. Të caktohej ekipi i ri vlerësimi. Dhe ndërkohë, vizitat do të zgjateshin nga 2 orë në 4 orë dhe nga 2 herë në javë në 3 herë. Nuk ishte fitoria e plot, por ishte diçka. Ishte sistemi duke u tërhequr një hap. Arieta e Blerim dolën nga gjykata dhe qëndruan jashtë, në ajrin e ftohtë të pasdites. Sabine i u shpjegoi çfarë nënkuptonte vendimi, dhe pastaj, për herë të parë pas shumë kohësh, Arieta qau. Jo nga trishtim, ose jo vetëm nga trishtim, por nga lehtësimi i vogël, nga ajo ndjesi kur sistemi fillon të dëgjojë, kur nuk je plotësisht i padëgjuar. Blerim e mori në krah. Ata dy qëndruan kështu, jashtë ndërtesës së gjykatës, ndërkohë që njerëzit kalonin,
ndërkohë që Gjermania vazhdonte normalitetin e saj dhe ata dy ndiheshin njëkohësisht shumë të vegjël dhe shumë të fortë. Ndërkohë që lufta institucionale vazhdonte, jeta vazhdonte njëkohësisht në dy bota paralele. Bota e parë ishte bota e procedurave, e seancave, e dokumenteve dhe strategjive ligjore. Kjo botë kishte rregullat e veta, ritmin e vet, gjuhën e vet. Arieta dhe Blerim kishin mësuar ta navigonin, të paktën më mirë se në fillim. Sabine ishte ura e tyre, njerëzore, kompetente, e angazhuar. Bota e dytë ishte bota e brendshme, ajo botë e dhimbjes dhe e shpresës dhe e kujtimeve dhe e dëshirës. Kjo botë nuk ishte rregulla. Kjo botë kishte vetëm ndjesitë njerëzore në formën e tyre të papërpunuar. Arieta filloi të mbajë ditar. Jo me qëllim fillimisht, kishte filluar thjesht të shkruante disa rreshta natën, si mënyrë për të zbrazur pak nga ajo që po mbante. Por me kohën u bë zakon, u bë ritual, u bë mënyrë për të folur me veten kur nuk kishte kush tjetër të dëgjonte. Shkrimet e saj ishin të çuditshme, me rrjedhje të ndryshme, herë poetike, herë pragmatike, herë plot zemërim, herë plot mall. Shkruante për Erionin, si ishte para, çfarë bënte të qeshte, çfarë libri po lexonte së bashku para marrjes. Shkruante për Mirelën, atë mënyrë të sajën të renditjes së gjërave, atë seriozitetin e saj të moshës 5 vjeçare. Shkruante për Dritanin, vizatimet e murit, fjalën gëxo që thoshte për gjithçka. Ditari u bë kujtesë, u bë dëshmi, u bë pa e planifikuar dokumentacion i ngjitjes emocionale të familjes. Diçka që Sabine, kur mësoi për të, e quajti materiali më i fuqishëm human që mund të kemi. Blerim, nga ana e tij, filloi të merrte mësime gjuhësh. Gjermanishten e kishte mësuar, por jo mjaftueshëm. Tani e studioi seriozisht. Jo me kurse, nuk kishte kohë dhe para për kurse, por me libra biblioteke, me aplikacione celulari, me atë lloj studimi të vetë disiplinuar të njeriut që e ka qëllimin shumë të qartë. Donte të fliste drejt për drejt me zyrtarët, donte të kuptonte se ç'po thoshin pa pasur nevojë për interpretues, donte të hiqte çdo ndërmjetës mes tij dhe sistemit. Gjermanishtja e tij u bë mjek i vogël, jo e përsosur, jo akademike, por funksionale, reale, e mjaftueshme për të komunikuar drejt për drejt. Dhe kjo drejt për drejtshmëri, ky fakt se mund të fliste pa filtr, ndryshoi diçka në mënyrën si e shihnin antarët e Jugendamit. I shihnin si njeri që po investon, që po bën përpjekje, që po adaptohet. Kjo investim u shënua. Ndërkohë që lufta institucionale vazhdonte, jeta vazhdonte njëkohësisht në dy bota paralele. Bota e parë ishte bota e procedurave, e seancave, e dokumenteve dhe strategjive ligjore. Kjo botë kishte rregullat e veta, ritmin e vet, gjuhën e vet. Arieta dhe Blerim kishin mësuar ta navigonin, të paktën më mirë se në fillim. Sabine ishte ura e tyre, njerëzore, kompetente, e angazhuar. Bota e dytë ishte bota e brendshme, ajo botë e dhimbjes dhe e shpresës dhe e kujtimeve dhe e dëshirës. Kjo botë nuk ishte rregulla. Kjo botë kishte vetëm ndjesitë njerëzore në formën e tyre të papërpunuar. Arieta filloi të mbajë ditar. Jo me qëllim fillimisht, kishte filluar thjesht të shkruante disa rreshta natën, si mënyrë për të zbrazur pak nga ajo që po mbante. Por me kohën u bë zakon, u bë ritual, u bë mënyrë për të folur me veten kur nuk kishte kush tjetër të dëgjonte. Shkrimet e saj ishin të çuditshme, me rrjedhje të ndryshme, herë poetike, herë pragmatike, herë plot zemërim, herë plot mall. Shkruante për Erionin, si ishte para, çfarë bënte të qeshte, çfarë libri po lexonte së bashku para marrjes. Shkruante për Mirelën, atë mënyrë të sajën të renditjes së gjërave, atë seriozitetin e saj të moshës 5 vjeçare. Shkruante për Dritanin, vizatimet e murit, fjalën gëxo që thoshte për gjithçka. Ditari u bë kujtesë, u bë dëshmi, u bë pa e planifikuar dokumentacion i ngjitjes emocionale të familjes.
diçka që Sabine, kur mësoi për të, e quajti materiali më i fuqishëm human që mund të kemi. Blerim, nga ana e tij, filloi të merrte mësime gjuhësh. Gjermanishten e kishte mësuar, por jo mjaftueshëm. Tani e studioi seriozisht. Jo me kurse, nuk kishte kohë dhe para për kurse, por me libra biblioteke, me aplikacione celulari, me atë lloj studimi të vetë disiplinuar të njeriut që e ka qëllimin shumë të qartë. Donte të fliste drejt për drejt me zyrtarët, donte të kuptonte se ç'po thoshin pa pasur nevojë për interpretues, donte të hiqte çdo ndërmjetës mes tij dhe sistemit. Gjermanishtja e tij u bë mjek i vogël, jo e përsosur, jo akademike, por funksionale, reale, e mjaftueshme për të komunikuar drejt për drejt. Dhe kjo drejt për drejtshmëri, ky fakt se mund të fliste pa filtr, ndryshoi diçka në mënyrën si e shihnin antarët e Jugendamit. I shihnin si njeri që po investon, që po bën përpjekje, që po adaptohet. Kjo investim u shënua. Ndërkohë që lufta institucionale vazhdonte, jeta vazhdonte njëkohësisht në dy bota paralele. Bota e parë ishte bota e procedurave, e seancave, e dokumenteve dhe strategjive ligjore. Kjo botë kishte rregullat e veta, ritmin e vet, gjuhën e vet. Arieta dhe Blerim kishin mësuar ta navigonin, të paktën më mirë se në fillim. Sabine ishte ura e tyre, njerëzore, kompetente, e angazhuar. Bota e dytë ishte bota e brendshme, ajo botë e dhimbjes dhe e shpresës dhe e kujtimeve dhe e dëshirës. Kjo botë nuk ishte rregulla. Kjo botë kishte vetëm ndjesitë njerëzore në formën e tyre të papërpunuar. Arieta filloi të mbajë ditar. Jo me qëllim fillimisht, kishte filluar thjesht të shkruante disa rreshta natën, si mënyrë për të zbrazur pak nga ajo që po mbante. Por me kohën u bë zakon, u bë ritual, u bë mënyrë për të folur me veten kur nuk kishte kush tjetër të dëgjonte. Shkrimet e saj ishin të çuditshme, me rrjedhje të ndryshme, herë poetike, herë pragmatike, herë plot zemërim, herë plot mall. Shkruante për Erionin, si ishte para, çfarë bënte të qeshte, çfarë libri po lexonte së bashku para marrjes. Shkruante për Mirelën, atë mënyrë të sajën të renditjes së gjërave, atë seriozitetin e saj të moshës 5 vjeçare. Shkruante për Dritanin, vizatimet e murit, fjalën gëxo që thoshte për gjithçka. Ditari u bë kujtes, u bë dëshmi, u bë pa e planifikuar dokumentacion i ngjitjes emocionale të familjes. Diçka që Sabine, kur mësoi për të, e quajti materiali më i fuqishëm human që mund të kemi. Blerim, nga ana e tij, filloi të merrte mësime gjuhësh. Gjermanishten e kishte mësuar, por jo mjaftueshëm. Tani e studioi seriozisht. Jo me kurse, nuk kishte kohë dhe para për kurse, por me libra biblioteke, me aplikacione celulari, me atë lloj studimi të vetë disiplinuar të njeriut që e ka qëllimin shumë të qartë. Donte të fliste drejt për drejt me zyrtarët, donte të kuptonte se ç'po thoshin pa pasur nevojë për interpretues, donte të hiqte çdo ndërmjetës mes tij dhe sistemit. Gjermanishtja e tij u bë mjek i vogël, jo e përsosur, jo akademike, por funksionale, reale, e mjaftueshme për të komunikuar drejt për drejt. Dhe kjo drejt për drejtshmëri, ky fakt se mund të fliste pa filtr, ndryshoi diçka në mënyrën si e shihnin antarët e Jugendamit. I shihnin si njeri që po investon, që po bën përpjekje, që po adaptohet. Kjo investim u shënua. Ndërkohë që lufta institucionale vazhdonte, jeta vazhdonte njëkohësisht në dy bota paralele. Bota e parë ishte bota e procedurave, e seancave, e dokumenteve dhe strategjive ligjore. Kjo botë kishte rregullat e veta, ritmin e vet, gjuhën e vet. Arieta dhe Blerim kishin mësuar ta navigonin, të paktën më mirë se në fillim. Sabine ishte ura e tyre, njerëzore, kompetente, e angazhuar. Bota e dytë ishte bota e brendshme, ajo botë e dhimbjes dhe e shpresës dhe e kujtimeve dhe e dëshirës. Kjo botë nuk ishte rregulla. Kjo botë kishte vetëm ndjesitë njerëzore në formën e tyre të papërpunuar. Arieta filloi të mbajë ditar. Jo me qëllim fillimisht,
kishte filluar thjesht të shkruante disa rreshta natën, si mënyrë për të zbrazur pak nga ajo që po mbante. Megjithatë, mbeti një plagë e vogël kjo. Kjo ndjesi se edhe njerëzit e tu, edhe komuniteti yt, edhe ata që duen të jenë krah teje, mund të braktisin ose dyshojnë. Nuk e tha kurrë me zë të lartë, por e shkroi në ditar. Mësova sot se nuk mund të besosh të gjithëve, edhe atyre që duhet të besosh. Ndërkohë, ndihma që erdhi nga komuniteti u bë faktike dhe reale. Shpenzimet ligjore u ulën pak fal kontributeve. Sabinen mund të punonte pa shqetësimet shtesë të pagesave të vonuara. Dhe psikologjikisht, ky dimension nuk mund të mënjanohej, ndjesia se nuk ishin vetëm, se kishte njerëz që i mbështesnin, dha forcë. Njëri nga anëtarët e komunitetit, burr i moshës mesme me vite të gjata në Gjermani, ofroi diçka veçanërisht të vlefshme, lidhjet. Kishte jetuar aq gjatë aty, sa kishte ndërtuar njohje me njerëz të ndryshëm, avokat të tjerë, aktivist të drejtave civile, gazetar. Jo lidhje të mëdha politike, por lidhje njerëzore, ato lidhje të ngurta të jetës praktike. Nëpërmjet tij, historia e familjes Berisha arriti tek 2 gazetarë, një gjerman dhe një shqiptar rezident në Gjermani, të cilët kishin interes për çështje të komuniteteve emigrante dhe sistemit Jugendamt. Ky kontakt, ky moment kur historia private kaloi kufirin dhe u bë potencialisht publike, do të ndryshonte dinamikën e çdo gjëje. Vendimi për të folur publikisht nuk erdhi lehtë. Arjeta dhe Blerim flisnin nat pas nate rreth saj, me Sabinen, me njëri tjetrin, me ndonjë mik të afërt të besuar. Rreziku ishte real. Nëse sistemi ndihej i presionuar publikisht, mund të reagonte në mënyra të paparashikueshme, mund ta interpretonte si sulm, si destabilizim të procesit. Sabine kishte qëndrimin e saj profesional, me kujdes dhe strategji, jo me impulsivitet. Por kishte edhe anën tjetër. Historia e tyre nuk ishte e vetme, kishte familje të tjera, jo vetëm shqiptare, por nga komunitete të ndryshme emigrante që kishin kaluar situata të ngjashme me Jugendamtin. Kishte modele të dokumentuara ku presioni publik, i kombinuar me argumente ligjore, kishte nxitur sistem të rishikoje pozicionin e vet. Vendosën, do të flisnin, por me kujdes, me kontroll të mesazhit, me fokus tek faktet dhe jo tek emocionet, edhe pse emocionet ishin gjithçka. Gazetari gjerman, i ri, i angazhuar, me atë lloj serioziteti të gazetarëve që besojnë ende se media mund të ndryshojë gjëra, intervistoi Arjetën dhe Blerimin. Sabine ishte prezente dhe shpjegoi aspektet ligjore. Ishte interviste gjatë, 4 orë, dhe gjatë asaj kohe, Arjeta tregoi çdo gjë, nga dita e parë tek kujtimet e fëmijëve, nga lufta ligjore tek natët pa gjumë. Gazetari dëgjoi dhe shkroi. Artikulli, i botuar në një gazetë rajonale gjermane, ishte i qartë dhe i drejtë, tregonte historinë nga perspektiva e familjes, prezantonte faktet ligjore, pyeste pyetje mbi procedurat e Jugendamtit. Reagimi erdhi brenda ditëve, nuk ishte revolucion. Mos e imagjinoni si film kur botimi i një artikulli ndryshon gjithçka menjëherë, por erdhi. Kishte komente, kishte debate online, kishte njerëz tjerë që e kishin njohur historinë si të ngjashme me historinë e tyre. Kishte edhe kundërsulme, njerëz që mbronin raportin e Jugendamtit, njerëz që thoshin se sistemi kishte njekur procedurat, por kishte gjithashtu diçka konkrete. Zyra e Jugendamtit rajonale mori pyetje zyrtare nga mediat dhe nëpërmjet zyrës së saj të komunikimit dha deklarat e kujdesshme, e matur, por deklarat se çdo çështje rishikohej rregullisht dhe se interesi i fëmijëve ishte prioritet absolut. Ky rishikim rregullor, kjo frazë zyrtare, nxiti Sabinen të kërkonte datë të re gjykate. Tani kishte presion publik, kishte raport psikologjik të pavarur, kishte dëshmi të mbledhura, ishte koha. Ndërkohë fëmijët jetonin jetën e tyre paralele, jetë që Arjeta dhe Blerim e dinin vetëm pjesërisht, nëpërmjet raporteve dhe vizitave. Kujdestaret e fëmijëve, familje gjermane që ishin marrë përsipër me sistemin e foster care, nuk ishin armiq. Kjo ishte e vështirë për t'u pranuar fillimisht, sepse dhimbja ka nevojë për fajtor konkret, dhe fajtorin konkret i detyrohesh ta lësh në sfond kur ai nuk ekziston si i tillë.
Kujdestaret e fëmijëve kishin marrë përsipër fëmijë të tjerëve me mirëdashëri, me kompetencë, me kujdes. Erioni kishte rënë mirë tek familja ku ishte. Nuk ishte e lehtë, asnjëherë e lehtë kur je fëmijë dhe je ndarë nga prindrit, por familja kujdestare kishte qenë e durueshme dhe ngrohtë. Mësuesja e tij kishte raportuar se Erioni ishte student i mirë, që merrte gëzim nga librat, që kishte shprehur disa herë dëshirën të kthehej me prindrit, por kishte respektuar situatën me pjekurinë e befasueshme. Pjekuria e befasueshme të fëmijëve të ndarë nga prindrit, kjo pjekuri e imponuar, kjo rrithje e dhunshme, ishte diçka që Arieta e kishte lexuar në raportet psikologjike dhe kishte ndjerë si thik. Fëmijët nuk duhet të rrisin kaq shpejt. Fëmijët nuk duhet të mësohen të durojnë dhimbjen para se të mësohen të argëtohen. Mirela kishte pasur periudha të vështira. Raportet tregonin episode ankthi, episode të bërtimave natën, periudha kur nuk donte të hante. Psikologu i caktuar nga sistemi kishte punuar me të dhe kishte treguar progres, por kishte shënuar gjithashtu se ngjitja ndaj prindërve biologjik mbetet shumë e fortë dhe ndarja e zgjatur mund të ketë pasoja afatgjata. Kjo frazë, pasoja afatgjata, kishte bërë Sabinën të kërkonte urgjencën e shtuar në procedurë. Çdo ditë e vonuar kishte kosto reale psikologjike për fëmijët. Dritani kishte rritur si çdo fëmijë tjetër, me atë kapacitet fëmijësh për t'u adaptuar që është njëkohësisht mahnitës dhe i trishtuar. Por kujdestaret kishin raportuar një detaj që Arieta e kishte ngunur të gënditur. Çdo herë kur dikush tregonte histori me zana ose me prindër në tregime fëmijësh, Dritani bënte pyetjen: "Ku e ka mamen?" Dhe kur tregohej se mama ishte aty, ai buzëqeshte me ato buzëqeshje të plot fëmijësh dhe thoshte: "Mira." Kjo histori, ky detaj i vogël, shkruhej çdo herë nga Arieta dhe ditarin e saj, si gjë e çmuar shumë, si dëshmi se edhe nën shtresën e adaptimit, edhe nën gjuhën e re dhe botën e re, kishte diçka thelbësore që mbetej, dija se mama duhet të ishte aty. Seanca e dytë e gjykatës erdhi pas muajsh të tjerë. Kishte hapa të ndërmjetëm, takime me ekipin e ri të vlerësimit të Jugendamtit, takim me psikologun e pavarur, vizita të zgjeruara të fëmijëve. Por seanca e dytë të gjykatës ishte momenti vendimtar. Arieta kujton atë mëngjes si të mbushur me pesimizëm irracional. Shumë herë kishin shpresuar dhe kishin qenë zhgënjyer, shumë herë kishin menduar tani do të ndryshoj, dhe sistemi kishte vazhduar me ritmin e vet. Kishte mësuar ta kontrolloj shpresën, ta mbante brenda kufive pragmatik, sepse shpresa e pa kontrolluar mund të thyej. Por kishte diçka ndryshe atë ditë. Ndoshta Sabine kishte qenë gjithashtu ndryshe, me atë lloj fokusi shtesë tek profesionistët e mirë, kur e din se rasti i tyre është i fortë. Sabine prezentoi gjithçka, me renditje, me qartësi, me atë argumentim të ndërtuar mbi muaj pune. Raporti psikologjik i pavarur, letrat e karakterit, kronikën e vizitave, ditarin e Arietës, fragmente të zgjedhura me kujdes, raportet nga shkolla, raportet mjekësore. Por gjëja e re, gjëja që Sabine e kishte mbajtur si bombën finale, ishte një analizë e rasteve të ngjashme ku Jugendamti i të njëjtit rajon kishte vepruar me raporte konfidenciale të paprovuara, ku kishin ndodhur hyrje familjare të bazuara mbi ankesa fqinjësh pa investigim preliminar të mjaftueshëm. Ishte pattern, ishte precedenti dokumentuar. Ky argument i sistemit, jo të familjes, por i dështimit procedural të sistemit vet, ishte ai që bëri ndryshimin. Gjykatësi bëri pyetje. Pyeti Jugendamtin, pyeti Sabinen, pyeti për procedurat. Kishte në sallë një atmosferë të ndryshme nga seanca e parë. Tani ekuilibri kishte ndryshuar, evidencat kishin ndryshuar, toni kishte ndryshuar. Nuk u mor vendimi atë ditë, duheshin edhe procedura shtesë, edhe raporte shtesë. Por gjykatësi tha diçka para se ta mbyllte seancën, diçka që Sabine e ktheu tek Arieta me zë të ulët. Ka arsye të forta procedurale dhe substanciale për rishikim të plot të vendimit. Rishikim i plot vendimit. Arieta mori dorën e blerimit dhe shtrëngoi aq fort sa i ndihte dhimbjen e gishtave të saj, por nuk tha asgjë. Thjesht shtrëngoi. Edhe pas asaj seance, kaluan muaj të tjerë. Sistemi lëviz me ritmin e vet, dhe ritmi i sistemit gjerman ka durimin e burokracisë të ndërtuar mbi shekuj. Por muajt e fundit ishin të ndryshëm.
ishin muaj me dritë në fund të tunelit, jo iluzion, jo metafor boshe, por dritë reale e dukshme. Vizitat u bën edhe më të gjata. Fëmijëve u lejua të kalonin fundjavët e plota me prindrit, brenda shtëpisë Berisha, me mbikëqyrje, por në shtëpinë e tyre. Ajo fundjavë e parë, hera e parë kur 3 fëmijët fjetën në çati prindërore, ishte moment i papërshkrueshëm. Arieta kishte gatuar gjatë gjithë ditës, të gjitha ato gjëra të preferuara, ato receta që fëmijët i kërkonin, ato aroma shtëpie që nuk mund t'i gjene askund. Blerimi kishte rregulluar dhomat, kishte pastruar, kishte vendosur gjërat si duhen, kishte siguruar se çdo gjë ishte saktësisht si fëmijët e kujtojnë. Kur mbikëqyrësit i sollën fëmijët dhe hapi deran, Dritani, ai vogli, ai që kishte qenë 3 vjeçar kur gjithçka kishte filluar dhe tani kishte rritur, tani kishte 4 vjeç e gjysmë dhe flok pak më të forta dhe këmbë pak më të forta, vrapoi direkt drejt Arietës pa hezituar asnjë sekond. Vrapoi si dikush që e di ku i takon, si dikush që e ka mbajtur atë vendndodhje brenda vetes gjatë gjithë kohës. Arieta ra në gjunjë, jo nga dobësia, por sepse donte të ishte në lartësinë e tij, donte ta shikonte drejt në sy kur ta mbante. Dhe kur Arieta e hyri në krahët e saj, ajo ndjeu atë peshë të vogël, atë nxehtësi të trupit fëmijësh, atë aromë karakteristike të fëmijës tënd që nuk të harrohet kurrë. Mbylli syt dhe nuk foli. Erioni qëndroi pak sekonda. Ai kishte mësuar të kontrollohej, kishte mësuar atë rezervë të dhimbshme të fëmijëve të rritur shpejt, dhe pastaj edhe ai ecën drejt babait të tij. Blerimi e mori në krah dhe mbajti fytyrën e fëmijës së tij pranë qafes, dhe dridhet, jo nga qarit, por nga ajo tension e lëshuar i dikujt që ka mbajtur shumë gjatë. Mirela qëndroi e fundit, shikoi nënën, shikoi babain, shikoi dhomën, atë dhomë të njohur, ato mobilje të njohura, ato aroma të njohura. Pastaj vrapoi tek Arieta dhe Dritani dhe u fut në mes tyre dhe mbuloi fytyrën e saj me krahun e nënës, dhe qau me atë lërim të plot të fëmijëve, pa turp, pa kontroll, me tërë qenjen. Mbikëqyrësja, ajo grua profesionale me notën dhe lepsin e saj, qëndroi pranë derës dhe shënoi diçka, por edhe ajo kishte ulur syt një sekond, edhe ajo kishte ndiur diçka. Atë natë, pasi fëmijët e lodhur nga emocioni i rënd të flinten, të 3 bashk në dhomën e Erionit, sepse nuk donin të ndaheshin, Arieta dhe Blerim ulën në kuzhinë dhe hëngrën darkë me heshtje. Çaji ishte i nxehtë, ushqimi ishte ajo që kishin gatuar me dashuri, dhe ajërisja rreth tyre kishte ndryshuar. Nuk ishte zgjidhja finale, fëmijët duheshin kthyer të nesërmen, por ishte premtim, ishte shije e diçkaje që po vinte. Vendimi final i gjykatës erdhi pas procesesh shtesë, vlerësime të fundit, raporte mujore, takime koordinimi mes Jugendamtit dhe ekipit ligjor. Gjatë kësaj periudhe, vizitat u bën gjithnjë e më të gjata, fundjavët e plota u bën rutinë, dhe ngadalë, si drita e agrimit, aq ngadalë sa nuk e vëresh momentin kur nata bëhet ditë, familja Berisha filloi të jetojë sërish si familje. Jo plotësisht, jo oficialisht, por praktikisht gjërat po ndryshonin. Jugendamti kishte ndryshuar qasje, ekipi i ri i caktuar kishte raportuar vazhdimisht pozitivisht, fëmijët ishin të shëndetshëm, prindrit shpreheshin kompetent dhe të dashur, komunikimi familjar ishte i fortë, psikologu i pavarur bëri vlerësimin e fundit, dhe konkluzionet ishin të qarta. Kthimi në familje ishte jo vetëm i mundshëm, por i domosdoshëm për mirëqenien afatgjat të fëmijëve. Gjykatësi shqyrtoi gjithçka dhe dha vendimin. Letra erdhi një mëngjes, e zakonshme si çdo letër tjetër, e bardhë me vulën zyrtare gjermane, me atë formatin zyrtar tip gjerman. Arieta e hapi me duar që dridheshin pak. Kishte hapur kaq shumë letra zyrtare gjatë kësaj periudhe, kishte lexuar kaq shumë fjalë ligjore, kishte kuptuar pak i çdo gjë. Por kësaj here dinte se kjo letër ishte ndryshme. Lexoi, rilexoi, thirri Blerimin. Blerim lexoi me sy të mbledhur, me atë përqendrim absolut të dikujt që nuk dëshiron të gabohet, nuk dëshiron të keqkuptojë, nuk dëshiron të shpresojë nëse nuk duhet shpresuar. Pastaj e ngriti kokën nga letra dhe e shikoi Arietën. Dhe buzëqeshi. Ishte ai buzëqeshja e parë e vërtet pas gjithë asaj kohe. Jo buzëqeshja e kontrolluar e njerëzve që mundohen të qëndrojnë të fortë, jo buzëqeshja e fatit të vizitave,
por buzëqeshja reale, ajo buzëqeshje që vjen nga brenda kur diçka e rënd bie nga shpina dhe trupi jep lejen të gëzohet. Vendimi. Fëmijët do të ktheheshin. Kthimi do të bëhej gradual, disa javë me vizita të zgjeruara, pastaj kthimi plot. Do të kishte mbikëqyrje për periudhë shtesë, por vendimi ishte i qartë. Fëmijët u kthehen familjes biologjike. Arieta ra në karrigen e kuzhinës dhe foli me vete, jo me zë, por lëvizur buzëve, dhe askush nuk e dinte çfarë thoshte. Ndoshta as ajo vetë nuk e dinte. Ndoshta thoshte falenderim. Ndoshta thoshte emrat e fëmijëve. Ndoshta thoshte vetëm më në fund, më në fund, më në fund. Dita kur fëmijët u kthyen përfundimisht, zyrtarisht, pa afat, pa kufi, ishte ditë e shtunë. Arieta kishte qëndruar zgjuar gjatë gjithë natës pararendse, jo nga ankthi i asaj lloji kishte ikur, por nga ajo lloj pagjumësie e lumturisë, kur mendja nuk qetësohet, jo sepse ka frikë, por sepse ka tepri. Kishte bërë çaj, kishte lexuar, kishte shkruar faqet e fundit të ditarit të saj, faqet ku tregonte si kishte filluar gjithçka, si kishte vazhduar, si po mbyllej. Nesër, kishte shkruar, fëmijët e mi vinë shtëpi. Nesër. Kjo fjalë, nesër, ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe fjala më e dhimbshme dhe tani bëhet fjala më e bukur. Blerim kishte pastruar shtëpinë, jo sepse kishte nevojë, por sepse duart e tij kishin nevojë për të bërë diçka, si ritual gatimje, si lutje e shprehur nëpërmjet veprimit. Kishte vendosur lule, gjë që nuk e kishte bërë kurrë, nuk ishte ai lloj njeriu, por atë ditë kishte ndalur tek lule shtorja dhe kishte bler lule të kuqe dhe të verdha dhe i kishte vendosur mbi tavolinën e kuzhinës. Kishte ftuar prindrit e tij. Ata kishin ardhur vetshmas nga Shqipëria, kishin mbajtur lidhje nëpërmjet telefonatave të gjata, kishin kapluar nga larg me dhimbjen e fëmijëve dhe nipave të largët. Tani ishin aty, në shtëpinë e vogël gjermane, pak të humbur mes kulturave, por shumë prezent mes dashurisë. Motra e Arietës kishte ardhur gjithashtu, kishte zënë avion pa shumë plan, kishte thënë nuk mungoj kur kthehen, dhe kjo fjalë, kthehen, e kishte thënë me atë siguri që e kishin humbur disa herë gjatë luftës. Sabine kishte dërguar mesazh, shkurt dhe profesional, si ajo zakonisht. Sot është ditë e mirë, urime. Arieta i kishte shkruar mbrapa me fjalë tepër të ngrohta dhe Sabine kishte përgjigjur me një emoji zemra, gjëja më emocionale që kjo avokate e matur e kishte shprehur. Makina e Jugendamit arriti në orën e caktuar. Mbikëqyrësja, ajo grua me notën dhe lapsin, doli e para. Pastaj doli Erioni, pastaj Mirela dhe pastaj i fundit Dritani me çantën e tij të vogël mbi shpinë. Dritani pa shtëpinë, pa derën, pa babain dhe nënën që prisnin në prag. Dhe vrapoi. Vrapoi me atë vrapim të veçlit, pak i trilluar, pak i çekulibruar, me çantën që i rahte shpinën dhe bërtiti mami, babi, me zërin e tij të lartë dhe të pastër si kamban. Arieta shkoi drejt tij dhe u takua në mes të rrugës së vogël para shtëpisë, dhe ajo e mori në krah dhe e mbylli syrt, dhe thjesht ndihte peshën e tij, atë peshë të vogël të dashur që mungonte kaq shumë. Erioni eci drejt babait të tij, eci, nuk vrapoi, sepse kishte mësuar të kontrollohej, ishte rritur, dhe Blerim hapi krahët e tij, dhe Erioni u fut brenda tyre, dhe mbajti kokën ndaj krahërorit të tij, dhe Blerim e mbulloi me duart e tij të mëdha dhe mbajti me forcë. Mirela qëndroi një sekond të vogël, ajo sekond të fëmijëve që kanë dhimbje të madhe dhe nuk dinë si ta lëshojnë, dhe pastaj erdhi tek Arieta, që tashmë kishte Dritanin në krah, dhe i mbështeti kokën në bësup, dhe qau ngadalë, pa zurmë, me atë mënyrë të vajzave që presin të jenë të sigurt para se të shprehen. Gjyshi dhe gjyshja shqiptare qëndronin pranë, dhe plakja kishte fytyrën e mbuluar me duart dhe thoshte diçka me shqip të vjetër, me atë fjalë lutjesh dhe falenderimi që vijnë automatikisht kur zemra shpërthen rrugën. Sabine, kjo avokate gjermane, kjo profesioniste racionale, kishte ardhur edhe ajo. Qëndronte pak mënjan, me duart në xhep dhe shikonte, dhe buzëqeshte me atë buzëqeshje njerëzore, larg rolit zyrtar, plotësisht prezente si qenie njerëzore para skenës që kishte ndihmuar të ndodhte. Edhe mbikëqyrësja,
Edhe ajo grua zyrtare qëndroi pranë makinës dhe shikoi dhe vendosi dosjen e saj poshtë për një moment, thjesht për ta parë me sytë pa filtrin e rolit profesional. Shtëpia e vogël gjermane, me luljet e kuqe dhe të verdha mbi tavolinën e kuzhinës, hapi derën e saj gjerë dhe familja Berisha hyri brenda. Bashk, të gjithë bashk. Kthimi i fëmijëve ishte fillimi, jo fundi. Kjo është gjëja që njerëzit jashtë situatave të tilla nuk e kuptojnë gjithmonë. Kur lufta mbaron, nuk mbaron gjithçka. Mbetet gjurma. Fëmijët kishin nevojë për kohë. Erioni kishte nevojë për muaj të tëra para se të fillojë sërish të luante me lehtësi, para se humori i tij të kthehej, para se inati i tij i shtypura, sepse kishte inat, kishte gjithmonë inat, kishte drejt ta kishte, të gjente rrugë shprehjeje dhe pastaj pajtimi. Ai kishte pyetje shumë konkrete, shumë të rënda, pyetje që vetëm fëmijë të rritur shpejt i bëjnë. Pse na morën? Çfarë bëm gabim? Dhe Arieta i thoshte, siç kishte vendosur ta tregonte të vërtetën me fjalë të drejta, nuk bët asgjë gabim, bëri gabim sistemi, dhe ne luftuam derisa sistemi e pranoi gabimin. Sistemi gaboi? Pyeti Erioni me atë skepticizëm të ri të adoleshencës? Po, sistemet bëjnë gabime, por sistemet mund të korrigjohen kur dikush nuk dorëzohet. Erioni e mendoi këtë, dhe pastaj tha diçka që Arieta e shkroi në faqet e fundit të ditarit të saj. Ju nuk u dorëzuat, jo si pyetje, si konstatim, si mirënjohje e vogël e shprehur në formën e vetme që një fëmijë i moshës së tij di. Mirela shfaqi ankthin e saj me mënyra të ndryshme muajt e parë pas kthimit. Nuk flinte e qetë, ngrihej natën dhe vinte tek shtrati i prindërve, kjo vajzë vogël serioze, kjo vogëlushe e rregullt, vinte dhe futej mes tyre dhe flinte me atë besim absolut të fëmijëve të qetësuar. Arieta dhe Blerimi e lejonin, nuk kishin asnjë arsye ta ndalonin. Kishte kohë të mjaftueshme për kufi dhe rregulla. Tani ishte koha e qetësimit. Psikologu i rekomanduar nga Sabine punoi me fëmijët muaj me radhë pas kthimit, jo sepse dikush i detyronte, por sepse Arieta dhe Blerimi e kishin kuptuar vlerën e kujdesit psikologjik. Kishin mësuar ta shikonin jo si stigëm, por si tull, si instrument shërimi. Kjo ndryshim mendësie, ky hapje ndaj ndihmës profesionale psikologjike, ishte njëri nga ndryshimet pozitive që solli e gjithë kjo periudhë të mërshme. Dritani, i vogli, u kthye në jetën familjare me atë kapacitet fëmijësh për adaptim të befasishëm, si të kishte kapërcyer dhe kaluar me pak shenjë të dukshme. Por her pas here tregonte gjëra, tregonte me ato fjalë të paqarta fëmijësh, me ato histori ku reali dhe imagjinari përzihen, gjëra nga koha e kujdestarisë, gjëra që tregonin se mbante brenda shumë more nga sa duke nga jashtë. Dhe ky mbajtur brenda, kjo aftësi e vogëlushave për të ruajtur dhe përpunuar ngadalë, ishte gjë që Arieta e ndiqte me vëmendje. I tregonte histori, i lexonte para gjumit, i bënte pyetje të lehta, i krijonte hapësirat ku Dritani mund të tregonte kur donte. Nuk e detyronte, thjesht ishte aty. Blerimi u kthye në punë duke mbajtur në vete diçka ndryshe. Kishte kaluar në Tigan dhe kishte dalë ndryshuar, jo i thyer, jo i dobësuar, por i ndryshuar si çeliku pas zjarrit, më i fortë, me kufit e qartë, me një kuptim të thelluar të asaj që kishte vlerë vërtet. Nuk ankohej kur shumë, por her pas here, pas atyre momenteve kur kuzhinën e mbushte zëri fëmijëve, ai ngrinte sytë dhe kishte diçka në shprehjen e tij. Mirënjohje e pastër, e thellë, pa fjalë. Vitet pas kthimit sollëm kuptim të ngadalt, atë lloj kuptimi që nuk vjeni me njëherë pas ngjarjes, por pas distance, pas procesimit, pas kohe. Arieta dhe Blerimi mësuan gjëra të rënda dhe gjëra të çmuara. Mësuan se sistemi, çdo sistem, edhe ai më i ndërtuar në botë, mund të gabojë. Sistemi Jugendamt ekziston për arsye të mira dhe kryen punë etike të mbrojtjes së fëmijëve nga abuzimi real, por ka hapësirë gabimi, ka paragjykime të mundshme, ka zona gri. Dhe kur sistemi ndeshet me familjet emigrante, familje me mengesë gjufsore, me distancë kulturore, me mungesë të rrjeteve të mbështetjes institucionale, rreziku i gabimeve rritet. Kjo nuk ishte konkluzioni i tyre personal. Kjo ishte konkluzion i dokumentuar nga studiues, nga avokat, nga organizatat të drejtave civile. Historia e familjes Berisha nuk ishte unike, ishte pjesë e një modeli më të gjerë,
modeli i njohur dhe i diskutuar në Gjermani dhe gjatke. Mësuan gjithashtu se gjuha nuk është vetëm mjet komunikimi, është mjet fuqie. Kur nuk ke gjuhën, jep territor. Kur nuk e kupton sistemin, nuk mund ta sfidosh. Investimi i blerimit në gjermanisht kishte qenë gest pragmatik dhe njëkohësisht akt dinjiteti. Mësuan se komuniteti nuk është vetëm rrjet social, është linjë etike. Ata njerëz që erdhën, ata njerëz që ndihmuan, ata njerëz që nuk i lanë vetëm, kishin bërë diferencën konkrete. Shoqëria humane ekziston edhe brenda shoqërive institucionale. Mësuan se avokatja e mirë nuk është luks, por domosdoshmëri. Kur lufton me sistem, duhet dikush që e kupton sistemin dhe qëndron krahut tënd brenda tij. Sabine kishte kjo, dhe shpenzimi për Sabinen, shpenzimi vështirë, i dhimbshëm financiar, kishte qenë investimi më i rëndësishëm i jetës së tyre. Mësuan diçka edhe rreth vetes, rreth forcës brenda tyre. Kur Arieta mendonte ka të vajza e re që kishte ardhur me valixhe të lehtë dhe zemër të hapur dhe e krahasonte me veten që kishte dalë nga kjo luftë, ndinte një ndarje të thellë. Jo se kishte ndryshuar në thelb, thelbi kishte mbetur, vlerat kishin mbetur, dashuria kishte mbetur, por kishte shtuar diçka. Kishte një shtresë e qëndrueshmërisë, shtresë e diturisë, e njeriut që ka kaluar në Portigan dhe di tani nga janë kufit e vetes. Blerimi kishte mësuar diçka specifike, që e shprehte rrallë, por thellë. Kur nuk kisha asgjë tjetër, kisha familjen, dhe ky mjaftonte, ky gjithmonë mjafton. Historia e familjes Berisha u bë e njohur brenda komunitetit e emigrantëve, jo si lajm sensacional, por si histori e dikujt të njohur, si historia e familjes poshtjeje, si historia e kushëririt larg, si historia e dikujt me të cilin e keni pirë çajin. Dhe kjo njohje nxori gjëra. Njerëz të tjerë filluan të flisnin, familje të tjera emigrante, turke, siriane, kosovare, rumune, që kishin pasur eksperienca me sistemin e mbrojtjes sociale, me keqkuptime kulturore, me situata ku pengesë gjuhësore kishte krijuar probleme serioze. Disa kishin kaluar në procese të ngjashme, por nuk kishin folur kurrë, nga turpi, nga frika, nga ndjesia se nuk do t'i besonte askush. Arieta filloi të dëgjonte këto histori, filloi të takohej me njerëz, jo si aktiviste, nuk e kishte zgjedhur atë rol dhe nuk kishte pretenduar ta kishte, por si dikush që kishte kaluar nëpër dhe kuptonte. Takimet ishin jo formale, kafe, shtëpi, dhoma komuniteti. Dikush nga grupi propozoi organizim, grupe mbështetjeje për prindrit emigrant që ndodhen në situata juridike lidhur me Jugendamtin. Ide e thjesht, njerëz që kanë kaluar në për të ndajnë informacion me ata që janë duke kaluar tani, jo avokatëri. Arieta ishte e qartë se ky ishte roli i avokatëve, por mbështetje njerëzore, orientim bazik, prezencë. Kjo iniciativë, e vogël, informale, e bazuar mbi vullnetin e njerëzve ordinar, do të ndihmonte disa familje të tjera gjatë viteve vijuese të gjenin avokat, të kalonin procedura, të ndiheshin më pak vetëm. Arieta nuk e quajti kur kjo aktivizëm, e quajti të bësh atë që duhej bërë. Por ndikimi ishte real. Midis gjërave të shumta që Arieta kishte shkruar gjatë kësaj periudhe, kishte edhe një letër të veçantë, letër të padërguar, letër ndaj fqinjes që kishte bërë raportin origjinal. E kishte shkruar pas kthimit të fëmijëve, kur zemërimi kishte filluar të procesohej. Letra nuk ishte plot klishmash dhe akuza, ose jo vetëm. Kishte një moment midis saj ku Arieta shkruante. Nuk e di nëse e dije çfarë do të ndodhte kur raportove. Nuk e di nëse kuptoje se fjalët tua do të shpërbënin familjen tonë për vite. Ndoshta mendoje se po bëje diçka të mirë. Ndoshta je njëri i friksuar dhe i mbyllur dhe fqinj të huaj me fëmijë të zhurmshëm të bënin të ndihesh i rrezikuar. Nuk e di. Por dua të dish diçka. Fëmijët e mi qanë çdo natë. Biri im i vogël thirri nën ndaj grave të tjera sepse nuk kisha dot aty. Vajza ime ndali të hante. Djali im u rrit para kohe dhe burri im e humbiste gjumin duke menduar se ku mund të kishte dështuar si baba. Asnjëri prej tyre nuk ishte fajin. Asnjëri prej nesh nuk ishte fajin. Ishte raporti yt, raport pa dëshmi, raport i bazuar mbi mëri fqinjesh. Nuk e dërgoj këtë letër sepse nuk dua të shoh, por dua ta di vetë se kur zemra jem thot fale, unë e refuzoja të fal me të gjithë forcën time. Nuk jam e detyruar të fal atë që nuk ka kërkuar falje, por jam e detyruar të vazhdoj.
E kishte mbyllur letrën dhe e kishte mbajtur ndër faqet e ditarit. Nuk e kishte dërguar, por e kishte shkruar, dhe kjo kishte lëshuar diçka brenda saj, diçka e nevojshme, diçka shëruese. Vitet kaluan, fëmijët rritën si fëmijët rriten gjithmonë, me shpejtësi mahnitse, me ndryshime të vazhdueshme, me surpriza gëzimi dhe sfida të reja. Erioni bëri vitet e mesme të shkollës dhe ishte student i zgjuar, jo i shkëlqyer me automatizëm, por i zgjuar me atë mënyrë specifike të njerëzve kurioz që pyesin pse pas çdo gjëje. Kishte interesim të veçantë për historinë dhe për drejtësinë, jo rastësi, Arieta mendonte, duke pasur parasysh çfarë kishte kaluar dhe dëgjuar gjatë viteve të para. Kishte edhe moment, Erioni kishte rreth 12 vjeç, kur kishte pyetur prindrit të tregonin plotësisht çfarë kishte ndodhur. Kishte kujtesa fragmentare nga koha e kujdestarisë, kujtimat të mëdha dhe gjithashtu shumë të paqarta, si fotografi të vjetra me ngjyrë të zbutur, por donte të dinte historinë të plot. Arieta dhe Blerim kishin vendosur të flisnin hapur, jo me të gjithë detajet ligjore. Ato ishin të tepruara për moshën, por me të vërtetën themelore. Kishte pasur padrejtësi, kishin luftuar, kishin fituar, kishin paguar çmim. Erioni dëgjoi me atë seriozitetin e tij karakteristik, bëri pyetje, kuptoi aq sa mund të kuptohej, e pastaj tha diçka që do ta mbante Arieta deri në fund të ditëve. Nuk u ndërzuat sepse na donit. Po, tha Arieta, dhe sistemi gaboi. Po, dhe ju ndëroqët gabimin. U mundua, ne u munduam. Erioni mendoi, dua të bëhem avokat. Arieta buzëqeshje e ndërlikshme, e gëzuar dhe njëkohësisht e trishtuar, si të gjitha buzëqeshjet e nënave ndaj fëmijëve të rritur. Mirela, teksa rrithte, kishte trashëguar zakonin e nënës, mbante ditar. Nuk e kishte mësuar, nuk i kishte thënë, kishte parë nënën shpesh me notebook dhe stiloplam dhe imitoi si fëmijët imitojnë gjithçka. Ditari i Mirelës ishte ndryshe nga i nënës, ishte plot zikime, plot ngjyra, plot fragmenta që tregonin botën si ajo e shihte. Kishte periudha kur shkruante shumë, periudha kur nuk shkruante fare, por kishte vazhdueshmëri. Arieta e kishte lexuar vetëm 2 herë gjithnjë, dhe vetëm me lejen e Mirelës. Kjo ishte e qartë mes tyre, kjo privatësi e ditarit ishte e shenjtë. Herën e parë kishte lexuar faqet ku Mirela kishte shkruar rreth kthimit, e kishte përshkruar me fjalë të drejtë për drejta, pa dram. Dita erdh shtëpi, shtëpia nuk ka ndryshuar, ka ende aromën ton. Mama kishte bërë gjërat e mia të preferuara, babi kishte vënë lule, babi kurrë nuk vë lule, prandaj kuptova se ishte ditë shumë e rëndësishme. Dhe pastaj, pas disa rreshtave të tjera, mendoj se e kuptova sot se çfarë është shtëpia. Nuk është ndërtesa, është aty ku janë njerëzit tuaj. Mirela kishte 9 vjeç kur kishte shkruar këtë. Dritani, i vogli, ai që kishte qenë shumë i vogël për të kuptuar gjatë kohës, u rrit si fëmijë me jetëgëzim të madh. Kishte humor, kishte aftësi për të bërë njerëzit të qeshin, kishte lehtësinë e atyre që nuk mbajnë shumë brenda. Por kishte edhe pyetje direkte, pa ceremoni, si pyesin fëmijët kur nuk kanë mësuar ende se ca pyetje janë të vështira. Njëherë, kur ishte rreth 7 vjeç, pyeti me zë të lartë gjatë darkës. Babi, pse na morën? Shtëpia u qetësua. Erioni dhe Mirela shikuan prindërit. Blerim u ndal me lugën midis gojës dhe enës. Pastaj, Blerim vendosi lugën, fshi gojën, u kthue nga Dritani dhe tha: sepse dikush bëri gabim dhe mendoi se nuk u kujdeseshim siç duhej, por ne u kujdeseshim dhe i treguan të gjithëve se bëri gabim, dhe ju kthyet. Dritani mendoi pak. E treguat siç duhej? Po. Mirë, dhe vazhdoi të hante si të kishte pyetur për diçka shumë të thjeshtë. Blerimi e pa Arietën, Arieta e pa Blerimin, dhe ndërmjet tyre kaloi diçka e pa shprehur me fjalë, diçka si rufe heshtur, që ishte kuptimi plot mes 2 njerëzve që kanë luftuar krah për krah. Sabine mbajti kontakt me familjen Berisha, edhe pas mbylljes zyrtare të çështjes. Jo si avokate, roli i saj profesional kishte mbaruar, por si njeri që kishte qenë kaq thellë brenda kësaj historie, sa lidhja kishte kaluar kufirin e formalitetit. Takonin her pas here, kafe, ndonjë darkë rrallë. Sabine ishte personi rezervuar jashtë punës, me jetën e saj të mbushur, por kishte gjithmonë kohë kur Arieta e thirrte. Njëherë,
Disa vjet pas kthimit, Arieta I kishte pyetur diçka që e kishte mbajtur brenda. Pse u angazhove kaq shumë? Çështjet tua janë shumë, pse kjo e jona ishte ndryshe? Sabine kishte heshtur pak, si dikush që peshon fjalët. Pastaj kishte thënë, sepse ishte e drejtë, sistemi kishte gabuar dhe fëmijët po vuanin pasojat e gabimit të sistemit. Kjo nuk mund të mbetej kështu. Aq thjesht? Aq thjesht. Drejtësia nuk duhet të ketë arsye të komplikuara. Arieta e kishte ruajtur këtë fjalë si guralec të çmuar. Drejtësia nuk duhet të ketë arsye të komplikuara. Ishte fjalë thjesht dhe e rëndë njëkohësisht. Fjalë njeriut që e kishte zbatuar me jetën e punës, jo vetëm e kishte thënë. Rreth kësaj periudhe, Arieta dhe Bleri muftuan nga një organizatë jo qeveritare që punonte për të drejtat e emigrantëve të japin dëshmi, jo në gjykat, por para një komisioni jo formal që po hetonte rastet e jugendamit me familjet emigrante. Nuk donin fillimisht, kishin kaluar, kishin mbyllur, donin të shkonin përpara, por organizata kishte shpjeguar. Dëshmia e tyre mund të ndihmojnë ndryshim procedural, jo të vonueshëm, por të ardhshëm, për familjet e ardhshme. Familjet e ardhshme. Ata fëmijë të tjerë ende pa lindur si problem, ata prindër të tjerë ende pa ndodhur në situata të tilla. Kjo argument e lëkundi Arietën, sepse gjithë lufta e tyre kishte qenë për fëmijët e tyre, por nëse nga ajo luftë mund të lindte diçka e dobishme për të tjerët, nëse mund të shërbente si pikë referimi për ndryshim procedural, atëherë refuzimi do të ishte lloji I humbjes tjetër. Vendosën të shkonin. Dëshmia e tyre para komisionit zgjati 2 orë. Arieta foli e para, me qetësi, me fakte, pa dram të tepërt, sepse historia vet ishte drama dhe nuk kishte nevojë për zbukurim. Tregoi kronologjinë, raportin, marrjen, procedurën, luftën, kthimin. Tregoi ndikimin psikologjik mbi fëmijët, tregoi pengesat gjuhësore dhe kulturore, tregoi se si sistemi kishte vepruar pa investigim të mjaftueshëm paraprak. Blerimi foli pasaj, rrallë, me fjalë të prera, me atë stilin e tij ekonomik, por fjalët e tij kishin pesh pikërisht sepse ishin pak. Nuk duhet të ketë nevojë të jesh avokat, ose gazetar, ose të kesh rrjet të madh social për të mbrojtur fëmijët tuaj nga gabimi I sistemit. Çdo familje, pavarësisht origjinës dhe gjuhës, duhet të ketë të njëjtin mbrojtje procedurale. Komisioni dëgjoi, bëri pyetje, shënoi. Nuk u bë ligj I ri brenda natës, nuk u ndryshua sistemi me fjalim të vetëm, por u fut në procesin të gjatë, të ngadalt, të bezdisshëm dhe të domosdoshëm të ndryshimit institucional. Ai proces ku dëshmi mbi dëshmi, rast mbi rast, zë mbi zë, gjërat ndryshojnë gradualisht. Arieta dhe Blerim dolën nga ndërtesa e komisionit dhe ecën bashkë nëpër rrugën gjermane. Kishte ftohtë, kishte atë lloj mbrëmjes vere të vonë kur ajri I ftohtë është surprizë vogël e këndshme. Ecën pa folur shumë, duke ndier diçka që nuk kishte emër të lehtë. Ndoshta vazhdimsi, ndoshta kuptim, ndoshta ajo ndjesi kur e di se ke bërë diçka të duhur, jo vetëm për veten, por edhe për dikë tjetër. Ka një gjë që njerëzit e jashtëm nuk e kuptojnë rreth atyre që kanë kaluar nëpër një krizë të madhe. Pas krizës, dita e zakonshme bëhet mrekulli. Mëngjesi kur dritani bie nga karrigja përse qeshej shumë, mëngjesi kur Erioni debatohet me Mirelën kush e mori telekomandën, mëngjesi kur nuk ka qumësht dhe dikush duhet të veç në market, Dal të blej dhe askush nuk dëshiron. Mëngjesi me zhurmë dhe kaos dhe diskutime dhe darkë të ngrohtë dhe fëmijë që humbin çorapet. Këto gjëra, këto detaje banale, irrituese, të pakujdesshme të jetës familjare normale, ishin ato gjëra që kishin munguar gjatë kësaj periudhe të gjatë. Ishin ato gjëra që sistemit nuk mund t'u jepte, që kujdestarët nuk mund t'i zëvendësonin, që asnjë procedurë ligjore nuk I kishte llogarit. Arieta kujton ditën kur dritani kishte nxjerr qumshtin nga frigoriferi dhe e kishte hedhur aksidentalisht mbi dysheme dhe kishte qëndruar aty duke shikuar gëllenjen e bardhë dhe kishte thënë ups me atë zë të vogël. Arieta kishte shpërthyer në të qeshura, jo nga aksidenti, por nga ajo ups, nga ajo normaliteti I plot, I çlirim, I bukur.
Kujton darkat kur Blerim tregonte histori nga puna, histori të thjeshta, histori banale, histori që nuk kishin fillim dramatik dhe fund të madh, dhe fëmijët dëgjonin me atë vëmendje të rrem të fëmijëve që pretendojnë se nuk dëgjojnë, por regjistrojnë çdo fjalë. Kujton natët kur shtëpia ishte e qetë dhe dëgjonte frymëmarrjen e 3 fëmijëve të saj nëpër muret e shtëpisë dhe ndihte atë qetësi absolute. Jo heshtja e mungesës, jo heshtja e dhimbjes, por heshtja e plotësisë. Blerim kishte një ritual të vogël, rituali padijshëm, rituali pa planifikuar, ku çdo të shtunë mëngjes, para se fëmijët të zgjoheshin, shkonte dhe hapte pak derën e çdo dhome. Thjesht e hapte pak, shikonte fëmijët duke fjetur, dhe pastaj e mbyllte butë dhe kthehej. Arieta e kishte vënë re, nuk kishte thënë asgjë. Disa gjëra janë shumë intime për t'u komentuara. Ka shumë mënyra për ta definuar familjen, biologjike, ligjore, sociale, ka shumë kategori dhe shumë teori. Por Arieta, pasi kaloi nëpërmjet asaj që kaloi, kishte arritur tek definicioni i saj. Familja është ajo gjë për të cilën nuk dorëzohesh, është ajo gjë që të mban duke vrapuar, kur gjithçka tjetër të thotë ndale. Është ajo lidhje thelbësore, ajo ngjitje shpirtërore, që nuk shpërbëhet edhe kur sistemi, me çdo autoritetin e tij formal dhe institucional, vendos të ndërhyjë. Familja nuk ishte vetëm Arieta dhe Blerim dhe 3 fëmijët, ishte gjyshërit që vinin nga Shqipëria me valixhe të mbushura me djath dhe bukë shtëpie dhe nga shërima. Ishte motra e Arietës, me atë energjinë e saj të hershme, ajo mënyrë se si mblidhte fëmijët rreth saj si pula pulicat. Ishte komuniteti shqiptar, ata njerëz që erdhën kur ishin nevojshëm. Ishte Sabine, gjermane, e huaj kulturalisht, por e bërë pjesë e historisë dhe prandaj e bërë pjesë e familjes në kuptimin e gjerë. Ishte edhe ata njerëz të heshtur, mësueset, mjekët, gazetarët, që kishin ndihmuar me dëshmi, me letra, me histori. Ata njerëz që nuk do të merrnin kurrë mirënjohje publike, por kishin bërë diferencën. Ishte edhe Gjermania vetë, kjo vend i huaj, i ftohtë ndonjëherë, i ndryshëm kulturalisht, i sistemuar me atë precizion që ndonjëherë ngjante me pansensi, që kishte dhënë mekanizmat e duhur kur sistemi vetë kishte gabuar. Kishte gjykat, kishte procedurë apeli, kishte psikolog të pavarur, kishte komisione hetimore, kishte gazetar me liri shprehjeje. Sistemi kishte gabuar, por sistemi kishte gjithashtu mekanizmat për ta korrigjuar gabimin, dhe kjo mundësi korrigjimi kishte qenë të njëjtime. Erioni mori vendimin të studiojë drejtësi kur ishte në fund të shkollës së mesme. Nuk ishte vendim impulsiv, kishte menduar gjatë, kishte diskutuar me prindrit, kishte pyetur profesorët. Ditën kur e njoftoi zyrtarisht familjen, derke zakonshme, nuk kishte ceremoni, Arieta u ngrit nga tryeza dhe e përqafoi. Blerimi i shtrëngoi dorën, ai gjesti i tij mashkullor i ngrohtësisë, ai gjest me të cilin shprehte gjithçka që nuk i vinte lehtë ta shprehte me fjalë. Erioni kishte thënë: "Dua të bëhem avokat i familjes, dua të ndihmoj familjet që kalojnë çfarë kemi kaluar ne." Nuk ishte lavdi në atë fjalë, nuk ishte romantizëm, ishte vendimi drejt për drejt i njeriut që ka parë pa drejtësi dhe ka vendosur ta luftojë nga brenda. Arieta mendoi tek Sabine, tek ajo avokate gjermane që kishte luftuar krahu tyre, dhe tani djali i saj do të bëhej ai lloj njeriu. Cikli kishte kuptim. Mirela kishte reaguar me atë seriozitetin e saj. Mirë, por studio shumë, sepse avokatët duhet të dinë shumë gjëra. Erioni e kishte shikuar, e di, dhe kishte mes tyre atë lloj nënkuptimi mes vëllezëresh, ai komunikimi fshehtë i atyre që kanë ljetur historinë të njëjtë. Dritani kishte thënë: "Unë dua të bëhem futbollist", dhe të gjithë kishin qeshur me atë qeshje familjare, e ngrohtë, plotësuese. Ditari fundit i Arietës kishte faqet e mbushura deri në fund. Kishte muaj kur shkruante çdo ditë, muaj kur nuk shkruante fare, por kishte vazhdimsi, ajo vargësimi njerëzimtari i saj i shtrirë në përfaqe. Faqja e fundit e shkruar, ditën kur kishte vendosur ta mbyllte atë ditar dhe të fillonte të ri, ishte faqe e thjeshtë, pa dram. Sot, Dritani u bë 8 vjeç. Kishim kek dhe fishek zjarre të vegjël dhe fëmijët bërtitën aq short sa fqinjet troktitën, jo me inat, jo si ajo fqinja e parë, por me buzëqeshje, pyetën nëse mund të vinin edhe ata. I ftuam.
Shtëpia ishte plot njerëz dhe zhurmë dhe gëzim. Mendova tek ajo ditë kur shtëpia ishte bosh. Mendova tek heshtja e asaj shtëpie bosh. Mendova tek zëri im kur bërtita dhe nuk kuptoj askush. Dhe pastaj shikova rreth meje, Erionin me kek mbi gisht, Mirelën duke fotografuar gjithçka, Dritanin me gjushrin që po I tregonte diçka të rëndësishme me zër shumë serioz, dhe mendova, kemi dal, me shpinë drejt, me dinitet, me fëmijët tanë. Nuk harruam. Nuk mund të harrojmë dhe nuk duhet, por jemi aty. Jemi aty. Arieta dhe Blerin janë njerëz privat, nuk kanë kërkuar kurrë vëmendje, nuk kanë bërë kurrë kapitali nga historia e tyre, por kur dikush I pyet, kur dikush I kërkon të tregojnë, kur dikush ka nevojë ta dëgjojë, ata tregojnë, sepse historia e mbajtur brenda mund të rëndojë, por historia e treguar mund të ndriçojë. Ajo që duan të tregojnë nuk është vetëm kronologjia e padrejtësisë dhe fitores. Ajo që duan të tregojnë ka shtresa. Duan të tregojnë se dashuria prindërore nuk njihet kufi. Sistemi mund të vej kufi fizik, mund të vej kufi ligjor, por dashuria nuk ndalon te kufiri I zyrës dhe as te hekuri I derës. Dashuria vazhdon, dashuria gjen rrugë, dashuria bëhet benzin kur çdo gjë tjetër ka mbaruar. Duan të tregojnë se lufta është e mundur, edhe kur sistemi është shumë I madh dhe ti je shumë I vogël. Nuk kërkon superfuqi, kërkon këmbgulje, kërkon zgjedhjen e re çdo mëngjes për të vazhduar, çdo herë kur dëshiron të dorëzohesh. Kërkon avokat të mirë, kërkon komunitet, kërkon rrjet mbështetjeje, por mbi të gjitha, kërkon vendosmërinë njerëzore thelbësore, të mos dorëzohesh. Duan të tregojnë se sistemi, çdo sistem, ka nevojë për njerëz që ta sfidojnë kur gabon. Nëse çdo familje e padrejtësuar do të heshte, sistemet nuk do të ndryshonin kurrë. Nëse Arieta dhe Blerim do të kishin pranuar heshtjen, padrejtësia e tyre do të kishte mbetur e pa dokumentuar, do të kishte mbetur precedent, do të kishte ndodhur sërish me familje të tjerë. Sfida e sistemit nuk është akt egoist, është akt civik, akt I solidaritetit me ata që vinë pas. Dhe duan të tregojnë, mbi të gjitha, se familja nuk është e garantuar. Është e ndërtuar çdo ditë me zgjedhje të vogla, të mbetesh krahuk njëri tjetrit, të mos të thyhesh kur të shtyjnë, të mbash gishtërinë të lidhur edhe kur duart dridhen. Familja nuk është gjendje statike, është veprim I vazhdueshëm, investim I vazhdueshëm, dashuri e vazhdueshme. 7 vjet. Ky numër, ky segment kohor I jetës, kishte ndryshuar shumë gjëra. Kishin ardhur me imazhin e romantizizuar të shprestarit, vendi mundësive, vendi rregullt, vend ku gjërat funksionojnë. Kishin zbuluar një realitet me nuanca, vend ku gjërat funksionojnë vërtet, por sistemi nuk është pa gabime, vend ku rregullat mbrojnë, por edhe ku rregullat mund të lëndojnë kur aplikohen pa kujdesin e duhur njerëzor. Vend ku mund të luftosh dhe të fitosh, por lufta kërkon çmim. Nuk e urryen Gjermanin, kur nuk e urryen, edhe në momentet më të errta, Blerim kishte thënë, jemi kundër gabimit të sistemit, jo kundër vendit. Ky dallim mes institucionit dhe kulturës, mes procedurës dhe njerëzve, kishte qenë e rëndësishme për ta mbajtur mendjen të pastër. Kishin ndryshuar gjithashtu mënyrën si e shikonin veten. Kishin ardhur si familje emigrantësh, pak të pasigurt, pak të mbyllur, duke u munduar të mos krijonin probleme, duke u munduar të integronin pa zhurmë. Kishin dalë ndryshe, me zë, me vendosmëri, me kuptimin se integrimi nuk nënkupton heshtje, se qytetari I mirë nuk është ai që nuk ankohet kurrë, por ai që kërkon llogari kur ka arsye. Kishin ndryshuar mënyrën si I rrisnin fëmijët. I rrisnin me historinë e tyre si pjesë e identitetit, jo si plag, jo si traumë të fshehur, por si histori familjare e vërtet, e dhimbshme dhe njëkohësisht krenare. I rrisnin me kuptimin se drejtësia kërkon luftë, se sistemi mund të gabohet, se zëri njerëzor ka fuqi. I rrisnin me gjuhën shqipe si gjuhë e zemrës dhe gjermanishtën si gjuhë të botës, 2 gjuhë, 2 kultura, 2 mënyra të ndryshme të shikimit, 2 pasuri. Kjo histori ka fund, por fundi I historisë nuk është fundi I jetës. Fëmijët janë aty, Arieta dhe Blerim janë aty,
Jeta vazhdon, me zhurmë dhe me gëzim dhe me hallet e zakonshme, me darkat e ngrohta dhe me debatet mbi telekomandën, dhe me surprizat e vogla, dhe me ato momente kur I shikon fëmijët dhe zemra të mbushet pa asnjë arsye specifike, thjesht sepse janë aty dhe janë mirë. Por nuk është harruar, nuk mund të harrohet, nuk duhet të harrohet, sepse harrimi do të thoshte se dhimbja nuk kishte kuptim. Do të thoshte se lufta kishte thjesht aksident, thjesht episod, thjesht diçka që ndodhi dhe kaloi pa lënë gjurmë. Por dhimbja kishte kuptim, lufta kishte kuptim. Çdo natë pa gjumë, çdo letër e shkruar, çdo seancë gjykate, çdo vizitë 2 orësh pas xhamit të zyrës zyrtare, kishin kuptim. Kishin prodhuar diçka. 3 fëmijë që rriten të ditur se janë të dashur, të ditur se prindrit e tyre nuk u dorëzuan, të ditur se familja nuk është dhuratë e garantuar, por punë e vazhdueshme, dashurie dhe vendosmërie. Kishin prodhuar ndryshim, të vogël, gradual, ndoshta e padukueshëm nga jashtë, por real. Komisioni kishte dëgjuar, procedurat kishin filluar të rishikohen, familje të tjerë kishin gjetur mbështetje nëpërmjet rrjetit të krijuar. Kishin treguar, jo vetëm Arietës dhe Blerimit, por edhe fëmijëve dhe komunitetit dhe kujtdo që kishte ndjekur historinë, se njeriu nuk është I pafuqishëm para sistemit, se e drejta, e mbrojtur me këmbgulje dhe me argumente, mund të fitojë, se dashuria, edhe kjo dashurie thjesht e zakonshme, e pa shfaqur e prindërve ndaj fëmijëve, është fuqi reale, jo metaforë. Nëse je duke lexuar ose dëgjuar këtë histori dhe ndihesh I njohur në të, nëse diçka nga kjo histori të prek sepse e njeh nga afër, sepse je ti ose dikush që do, dua të thuash diçka direkt. Arieta do të thoshte, mos hesht. Heshtja nuk të mbron, ajo mbron sistemin. Kërko avokat, kërko ndihmë, kërko komunitet. Ka njerëz që kanë kaluar para teje dhe janë të gatshëm të ndihmojnë. Ka mekanizma, të ngadalt, të bezdisshëm, por real. Korrigjimin e padrejtësisë, por këta mekanizma nuk aktivizohen vetë. Aktivizohen kur ti zgjedh të luftosh. Blerim do të thoshte, mos e lër partnerin tënd vetëm në këtë. Lufta e vetme thyhet, lufta e dyve, e familjes, e komunitetit, kjo ka shanset e reales. Mbani njëri tjetrin, edhe kur nuk keni fjalë, edhe kur nuk keni zgjidhje, mbani njëri tjetrin fizikisht prezent. Erioni, ai djali I moshuar shpejt, ai adoleshent serioz me syce të hapura, do të thoshte, prindrit tuaj nuk dështuan, sistemi dështoi, ka dallim, mos e mbani mëri ndaj njerëzve që luftuan për ju vetëm sepse lufta zgjati shumë. Lufta zgjati sepse ishte e vlerë. Mirela do të thoshte, me atë seriozitetin e saj të qetë, shkruani gjithçka, çdo datë, çdo fjalë, çdo ndjesi, sepse memoria tretet dhe dokumentet mbeten dhe dokumentet bëhen dëshmi. Dritani, ai I vogli, ai me jetë gëzimin e pandëshkueshëm, do të thoshte, gjeni një moment çdo ditë kur qeshni, edhe mes luftës, edhe mes dhimbjes. Nuk është tradhëti ndaj dhimbjes nëse qesh, është mbijetesë, është mënyrë që të mbani veten gjallë deri kur lufta të mbarojë. Ka një moment simbolik në çdo histori, moment I vogël, pothuajse I parëndësishëm, që ngjelet në kujtesë si imazh. Për Arietën, ai moment ishte ditën kur ktheu Chelsea në shtëpisë pas vizitës së fundit zyrtare të mbikëqyreses. Vizitën e fundit, zyrtarisht të fundit, ajo vizit pas të cilës nuk do të vinte dot tjetër mbikëqyrese. Mbikëqyresja kishte dalë, kishte shtrënguar duart me Arietën, kishte thënë diçka të shkurtër zyrtare dhe kishte ikur. Arieta kishte mbyllur derën, kishte mbajtur Chelsea në dorë, ai çelës I zakonshëm metalik I shtëpisë gjermane dhe kishte bërë atë gjest I plot kuptimi. Ktheu Chelsea 2 herë dhe e vendosi në tryezën e hyrjes. Shtëpia ishte e tyre, plotësisht e tyre, pa mbikëqyrje, pa raporte, pa kufi vizitash, pa orare zyrtare, e tyre. Nga dhoma e ndenjes dëgjohej Dritani duke bërtitur diçka për një lojë video. Nga dhoma e Mirelës vinte muzikë ulët. Erioni ishte duke lexuar kudo. I dinin sepse ishte I qetë
dhe qetësia e tij kishte cilësi specifike kur lexonte. Arieta ndenji të dera e hyrjes dhe dëgjoi gjithë këto tinguj, atë simfoni të kaosit familjar të zakonshëm, dhe ndihte zemrën e saj si enë të mbushur plot, aq plot sa një pikë tjetër do ta derdhte. Nuk qaj, kishte qajur aq shumë gjatë kësaj periudhe, qajur nga dhimbja, qajur nga lehtësimi, qajur nga lodhja, sa mendonte se kishte mbaruar lotët. Por ndihen diçka poshtë fjalëve dhe lotëve, diçka thelbësore dhe e qetë, dhe ajo diçka ishte paqja. Jo paqja e njerëzve që nuk kanë kaluar asgjë, jo ajo paqe naive e të patestuar, por paqja e njerëzve që kanë kaluar në përfurtunë dhe e dinë se çfarë janë. Paqja e njerëzve që kanë paguar çmimin dhe e dinë se vlente. Kishte mbetur ende ai muri i dhomës së dritanit me vizatimet e stilopensit, vizatimet e vogla kaotike të bëra nga dora e fëmijës 3 vjeçar para se gjithçka të ndodhte. Asnjëherë nuk e kishin pastruar, as gjatë periudhës kur shtëpia ishte bosh, as atëherë. Kishte qëndruar si gjë e shenjtë, si dëshmi e prezence. Dritani, tani 8 vjeçar, tani me laps më të sigurt dhe ide më të qarta, kishte parë murin një herë dhe kishte thënë: "Ato i bëra unë kur isha i vogël." "Po," kishte thënë Blerimi. Dritani i kishte shikuar. "Janë keq." Stil kritiku i vogël. Blerimi kishte qeshur, qeshje e vërtet, e plot. Ishe 3 vjeçar. "Mund, por dua të pyes diçka. A dëshiron t'i fshish?" Dritani e kishte menduar seriozisht, ai lloj serioziteti fëmijësh kur e marrin pyetjen vërtet. Pastaj kishte thënë: "Jo, janë mijat, edhe nëse janë keq, janë mijat." Blerimi kishte vënë dorën mbi supet e djalit të tij, dora e madhe mbi supin e vogël, dhe nuk kishte thënë asgjë, por kishte diçka mes tyre atë moment. Ajo transmisioni heshtur mes burrave, mes babait dhe birit, ajo kuptim pa fjalë, që kishte vlerën e fjalorit të tërë. Muri qëndron edhe sot. Vizatimet kaotike të fëmijës 3 vjeçar, pak të zbetura nga koha, pak të pluhuruesura, por prezent. Dëshmi e vogël e jetës që vazhdon edhe kur nderon ndaluar. Gjatë viteve pas kthimit, kishte ende disa komunikime formale me sistemin, raporte periodike, takime kontrolli, letra zyrtare. Sistemi gjerman nuk largohet me një hap, ka periudha monitoruese, ka kufijnë kohor që duhen ndjekur, por ato komunikime kishin ndryshuar karakter. Nuk ishin më komunikime kundërvenuese, nuk ishin luftë, ishin rutinë burokratike, ishin hapa formal pa mister. Arieta i kuptonte tani, Blerimi i fliste gjermanishten, Sabine ishte ende në dispozicion kur nevojitej. Njëra nga mbikëqyreset, jo e para, por njëra tjetër, e caktuar gjatë periudhës pas kthimit, kishte thënë diçka një herë gjatë një vizite rutine. Kishte parë familjen duke ngrënë darkë, kishte vëzhguar ndërveprimet, kishte shënuar çka duhej shënuar, pastaj ndërkohë që mblidhte dokumentet, kishte thënë me atë ton profesional: "Kjo është familje e fortë." Jo koment personali tepruar, jo shprehje dramatike, thjesht vërejtje profesionale, e qetë, e bazuar mbi observim. Por Arieta e mbajti atë fjalë: familja e fortë si çmim i padekoruar, si çmim i dhënë nga dikush i sistemit vet, nga dikush pa asnjë arsye sentimentale për ta thënë, e thënë thjesht sepse ishte e vërtet. Familje e fortë. Po, ishin. Ka gjëra midis Arietës dhe Blerimit që nuk janë thënë me fjalë dhe nuk ka nevojë të thuhen. Gjëra të kuptuara, gjëra të jetuara, gjëra që janë bërë pjesë e trupit të martesës së tyre si indet pas plagëve. Të palëvitura, pak më të forta se gjithçka rrotull, dëshmi e qetë e asaj që kanë kaluar. Janë momentet kur njëri nis një fjali dhe tjetri e mbaron. Janë pamjet kur njëri ndalet dhe tjetri di saktësisht pse pa pyetur. Janë ato referenca të shpejta, gjysmë fjalë, gjysmë shikim, që janë gjuhë e tyre private e ndërtuar gjatë viteve dhe sidomos gjatë asaj periudhe ku komunikimi i shpejtë dhe i sakt kishte qenë jetik. Kishin kaluar në për diçka që shumë çifte nuk mbijetojnë.
Statistikat e çifteve që ndahen pas krizave të mëdha familjare janë të larta. Dhimbja e madhe ndarë mes dy njerëzve mund të lidhe, por mund edhe të coptojë, varësisht se si e mbajnë dhe si e trajtojnë. Ata e kishin mbajtur, kishin gjetur mënyra. Blerim kishte thënë një herë, thjesht, pa dram, kur nuk të fajsova. Edhe pse mund të kishte pasur momente, mund të kishte pasur natë kur humbja kishte nevojë për fajtor dhe fajtorin e kishte parë afër, por kishte zgjedhur, ndërgjegjshëm, vazhdimisht, të mos e bënte atë zgjedhje. Arieta e kishte mirënjohur atë gjë pa e bërë ceremoni. Ishte bërë me veprime, jo me fjalë, me durimin me të cilin kishte trajtuar pasiguritë e tij, me respektin me të cilin kishte mbajtur dinjitetin e tij gjatë periudhave ku sistemi e kishte bërë të ndihej i vogël, me mënyrën si kishte siguruar gjithmonë hapësirat ku ai mund të shprehej pa u gjykuar. Martesa e tyre pas gjithë kësaj ishte gjë e ndryshme, jo romantike në kuptimin fillestar, jo ajo dashuri naive e fillimit, por diçka shumë e thellë. Partneriteti provuar, besimi fituar, lidhje mes dy njerëzve që e dinë saktësisht se çfarë janë dhe çfarë mund të mbajnë. Kjo histori, historia e familjes Berisha, është mjet. Nuk është thjesht kronike një dhimbjeje dhe e një fitoreje, është mjet. Është mjet kuptimi për ata që kanë fëmijë dhe nuk mund ta imagjinojnë humbjen. Është mjet ndërgjegjësimi për ata që punojnë brenda sistemeve, zyrtar social, gjykatës, avokat, politikan, dhe duhet I kujtojnë vetes se pas çdo dosjeje ka njerëz real, ka zemra reale, ka jeta reale. Është mjet solidariteti për emigrantët, jo vetëm shqiptarët, por të gjithë ata që jetojnë midis dy kulturave, midis dy sistemeve, midis dy gjuhëve, dhe ndihen shpesh si të padukshëm ose të keq kuptuar nga sistemi. Është mjet shprese për prindrit që janë duke kaluar tani nëpër diçka të ngjashme. Ata njerëz të panumërt, të fshehur, të heshtur, që luftojnë rrugën e tyre nëpër gjykata dhe procedura dhe që nuk e dinë nëse do ta fitojnë. Dhe është mjet kujtese për vetë familjen Berisha. Kujtesë se nga kanë ardhur, se çfarë kanë kaluar, se çfarë janë dërtuar të jenë. Historia që ruhet bëhet mençuri. Mençuria e treguar bëhet dritë. Drita e dhënë bëhet trashëgimi. Arieta filloi ditar të ri ditën kur e mbyllon atë të vjetrin. Faqja e parë ishte e bardhë dhe kishte shkruar vetëm 2 fjalë. Nga këtu. Nga këtu, jo nga pas. E shkuara mbete e shkuara, e mbajtur me respekt dhe me kuptim, por jo vend ku të banoje. Nga këtu, nga ky moment, kjo ditë, kjo familje e plot, kjo shtëpi me zhurmë dhe me lule mbi tryezë dhe me vizatime në mur dhe me 3 fëmijë që rriten. Ditari I ri kishte karakter ndryshe nga I pari. Ku I pari ishte ksimër herë, plot tension dhe dhimbje dhe frikë, ky ishte ndryshe. Kishte akoma moment të vështirë, jeta nuk bëhet e lehtë sepse ke kaluar nëpër diçka të madhe. Kishte shqetësime, kishte sfida të reja të lehta, kishte ato vështirësi të zakonshme të jetës që nuk ndalen kurrë. Por kishte bazament, kishte themel të ndërtuar nga prova, kishte besim, jo besim naiv I dikujt që nuk ka parë votën, por besim I ndërtuar mbi njohjen se ç'janë të afta të mbajnë. Shkruante tani me dorë më të lehtë. Shkruante rreth fëmijëve, histori të vogla, vëzhgime të ditës, ato detaje që bëjnë jetën të jetë. Shkruante rreth blerimit, me dashuri të matur, me mirënjohje jo sentimentale. Shkruante her pas here rreth gjyshes dhe gjyshit shqiptar, ata pleq të dashur që çdo verë vinin me valixhet e tyre dhe mbushnin shtëpinë me zhurmë dhe erë dhe fjalë shqipe dhe receta të vjetra. Ata pleq që e dinin historinë, por nuk flisnin shumë rreth saj. E mbanin si gjë të pranuar, si gjë të kapërcyer, si prove familjes që kishin rritur. Shkruante rreth Sabinës, ajo gjuane jashtëzakonshme që mbeti miqja e rrallë, ajo avokate gjermane e bërë pjesë e historisë familjare. Dhe shkruante her pas here rreth atyre familjeve të tjera, atyre njerëzve që dëgjonin historinë e tyre dhe gjenin forcë, atyre njerëzve të humbur nëpër procedura që gjenin pak dritë. Kishte një herë, gjatë periudhës më të errët të luftës, kur Arieta kishte pyetur psikologun e saj,
Ato takime të detyruara nga sistemi kishin filluar të bëhen vullnetare dhe të dobishme se si ta mbante veten kur gjithçka dukej pa shpresë. Psikologu, grua e mençur me vite të gjata pune me njerëz të traumatizuar, kishte thënë diçka shumë të thjeshtë. Gjej një arsye çdo ditë të vetme. Jo shumë, njëra mjafton. Arieta e kishte marrë fjalën me vete. Çdo ditë, pa marrë parasysh sa ishte e vështirë, gjente një arsye. Sot pash Erionin duke buzëqeshur gjatë vizitës. Sot Blerimi bëri çaj pa pyetur. Sot mora letër nga Mirela me vizatim me zemra. Sot Dritani tha, mami, dhe ishte zëri I tij dhe ishte I vërtet. Njëra arsye, çdo ditë, për 7 vjet. Kur ka treguar këtë metodën e vogël te grupe mbështetjese, tek njerëzit që kalon në për të ngjashme, njëra grua kishte thënë, por kur arsyet mbarojnë, çfarë bën? Arieta kishte menduar. Pastaj kishte thënë, arsyet nuk mbarojnë kurrë, ndryshojnë, bëhen shumë të vogla herë. Sot shikova qiellin dhe ishte I bukur, por ekzistojnë gjithmonë. Duhet të mësohen t'i shikosh kur janë të vogla. Pastaj kishte shtuar, dhe kur vërtet nuk mund t'i gjesh vet, lire dikë tjetër të t'i tregoj. Kjo është arsyeja pse jemi këtu bashk. 16 fjalë, nuk ishte nëmruar kurrë, por kur I rishkruante në ditar kishte nëmruar 16 fjalë. Kjo është arsyeja pse jemi këtu bashk, që mbyllnin diçka dhe hapnin diçka njëkohësisht. Nëse do të duhet të zgjidhej një moment, vetëm një, si kulmi I kësaj historie 7 vjeçare, momentin nuk do ta gjeje ku e pret. Nuk do ta gjeje te vendimi I gjykatës, nuk do ta gjeje te kthimi zyrtar, nuk do ta gjeje te seanca dramatike ose te artikulli I gazetës, ose te takimi me komisionin. Kulmi ishte darkë e zakonshme, disa muaj pas kthimit definitiv. Ishin ulur të 5, Arieta, Blerim, Erioni, Mirela, Dritani. Kishte darkë të thjesht, diçka të gatuar me materiale nga dyqani afër, asgjë e veçantë. Kishte zhurmë, Dritani kishte rrëzuar gotën dhe Mirela kishte bërtitur, sërish, dhe Erioni kishte qeshur, dhe Blerim kishte marrë letër kuzhine duke thënë, mos bëni zhurmë. Pastaj kishte një farë qetësie të shkurtër, ato qetësi me skaosit familjaro, dhe Dritani kishte thënë, pas një lidhje me gjë. Jemi të gjithë. Thjesht kaq, fjalë shkurtër, fjalë fëmijësh, fjalë pa peshë dramatike të ndërgjeshme. Jemi të gjithë. Blerim kishte ndaluar me gotën në mes të rrugës. Arieta kishte shikuar fëmijën. Erioni dhe Mirela kishin vazhduar të hanë pa vënë re. Por Arieta dhe Blerim, ata dy të rritur që dinin çfarë kishin paguar për atë të gjithë, kishin shikuar njëri tjetrin me atë shpejtësi të heshtur, dhe asnjëri nuk kishte thënë asgjë, sepse asgjë nuk kishte nevojë të thuhej. Ishin të gjithë, njëherë nuk kishin qenë, kishin luftuar, ishin sërish, ishin të gjithë. Çdo histori e madhe, çdo histori e vërtet, e dhimbshme e njeriut real, mban brenda saj diçka universal, nën detajet specifike, nën emrat dhe vendet, dhe procedurat dhe sistemet, rron diçka që e njeh çdo zemër njerëzore. Dashuria që nuk dorëzohet, drejtësia që kërkohet me gjakftotësi, forca e gjetur kur nuk e di se e ke, familja si zgjedhje e bërë ri çdo ditë. Kjo histori nuk ka mbaruar, sepse Arieta dhe Blerim dhe 3 familjet e tyre janë ende gjallë, akoma duke jetuar, akoma duke ndërtuar. Historia e tyre vazhdon si çdo histori e njeriu të gjallë. Por ky kapitull, kapitullin e 7 vjeteve, kapitullin e luftës dhe të kthimit, ka mbaruar, dhe mbarimi I tij është njëkohësisht përfundim dhe fillim. Nëse ke dëgjuar deri këtu, nëse ke qëndruar me këtë histori deri në fund, do kisha të thuash diçka. Jo falenderim të zakonshëm, por pyetje reale. Çfarë mbajte nga kjo histori? Çfarë ndihte? Nëse ndihte diçka, nëse ndonjë fjali të preku, ose ndonjë moment të kujtoi dikë ose diçka, shkruaje. Jo për mua, por sepse historia jon bëhet e plot kur krijon një hon të tjetri, sepse kuptimi I kalimit të dhimbshëm të familjes Berisha bëhet I plot kur dikush tjetër gjen forcë, ose kuptim, ose ngushullim nga ajo familje. Ata luftuan për familjet e tyre, ata fituan, dhe tani, me tregimin e kësaj lufte, lufta e tyre bëhet e vejotja. Jo dhimbja, dhimbja ishte e tyre dhe mbetet e tyre, por mësimi, por forca,
por ajo dritë e vogël e mundshme në errësirën e dikujt tjetër. Kjo është arsyeja pse tregohen histori. Kjo është arsyeja pse gjuhët njerëzore u krijuan, jo vetëm për të emërtuar botën, por për ta ndarë atë me tjetrin, për të thënë, edhe unë kam kaluar, edhe unë di, nuk je e vetëm. Familja Berisha nuk ishte e vetme. Nuk je e vetëm. Asnjëherë nuk je e vetëm.